Ishte Euronews, përshëndetje, në vijim dhe një me informacionet më të fundit, do të qëndrojmë si çdo ditë nga hëna në të premte për rreth 2 orë, patjetër do të ndjekim edhe gjithçka do të ndodhë në kohë reale. Është mbajtur në apelin e GKKO seanca ndaj kopshtarit të kompleksit Golden, i akuzuar për përfshirje në rrëmbimin dhe zhdukjen e Jan Prengës, ngjarje e ndodhur në janar 2020 në zonën e Kamzës. Rigjykimi vjen pas vendimit të gjykatës së lartë, e cila rrëzoi dënimin e përjetshëm dhe urdhëroi rihapjen e procesit. Gjatë seancës, prokuroria e çështjes Elida Kaçkini kërkoi shtyrjen e gjykimit dhe paraqiti një kërkesë të re për pranimin e provave shtesë të siguruara përmes letërporosive nga autoritetet franceze. Në fokus janë komunikimet e koduara përmes aplikacionit Sky ETC mes të pandeurve kryesor, përfshirë Dritan Recepin, Altin Hajrin dhe Gentian Funiqin. Sipas prokurorisë, këto komunikime janë të lidhura drejt për drejt me rrëmbimin dhe vdekjen e Jan Prengës dhe janë marrë në përputhje me procedurat ligjore ndërkombëtare. Grupi hetimor ka zbardhur detaje të reja lidhur me atentatin e ndodhur në zonën e Lundrës, ku mbetën të plagosur 4 persona, mes të cilëve 2 të mitur. Burime zyrtare bëjnë me dije se hetimet po avancojnë falë provave të siguruara në vendngjarje dhe analizave laboratorike të kryera mbi to. Pas ekzaminimeve të para në vendin e ngjarjes janë gjetur objekte të rëndësishme si çanta, doreza dhe pinca, të cilat dyshohet se janë përdorur nga autorët për të prerë telin e rrethimit dhe për të fshehur në zonë. Nga këto objekte janë përfituar gjurmë të ADN-s mikse, të cilat aktualisht po krahasohen me të dhënat e databazave kriminale. Hetuesit kanë sekuestruar pamjet e kamerave të sigurisë në zonë për disa ditë para atentatit, pasi dyshohet se autorët kanë lëvizur me motor për të studiuar terrenin. Gjurmët biologjike dhe materialet e tjera të sekuestruara mund të jenë kyçe për identifikimin e autorëve dhe zbardhjen e motiveve të atentatit. Shiste kokainë në lokalin e tij, ku mbante edhe një pistolet gjysmë automatike me karikator dhe municione. Për këtë arsye, një 33 vjeçar shqiptar me precedent penal u arrestua në Itali për trafik droge dhe armbajtje pa leje. Gjatë një operacioni të posaçëm, agjentët e policisë së shtetit të stacionuar pranë lokalit vunë re se pronari shqiptar mbërriti me makinë dhe hyri brenda tij. Menjëherë pas kësaj ka mbritur një makinë tjetër, në cilën ndodhej një 67 vjeçar italian, i cili ka hyrë në ambientet e lokalit, ka takuar 33 vjeçarin dhe është larguar. Punonësit e policisë të dyshimt kanë ndaluar 67 vjeçarin, të cilit ju gjet një pako kokainë me peshë rreth 3 gram. Në atë moment ndaluan edhe pronarin, ku ju gjetën 2 telefona celular, një çantë me 550 euro cash dhe një pistolet gjysmë automatike me karikator dhe municion. Më në fund, brenda lokalit, policia gjeti edhe sekuestroi një mbështjellës telefoni me 325 gram kokainë, një peshore precize dhe material për paketimin e dorezave. Euronews Albania ka siguruar pamjet që lidhen me vrasjen e 58 vjeçarit Renato Hoxhaj në Vlorë. Në videot e kamerave të sigurisë të sekuestruara nga grupi hetimor shihet një person i veshur me të zeza me kapele dhe mask. Personi dyshuar është filmuar kur shkon në vendin e ngjarjes dhe kur largohet, ndërkohë që nuk ka pamje të momentit të vrasjes. Sipas burimeve policore, këto element përputhen me përshkrimin e autorit të dyshuar. Policia po vijon hetimet dhe priten konfirmimet të mëtejshme për identitetin dhe rolin e mundshëm të këtij personi në ngjarje. Renato Hoxhaj u ekzekutua, kujtojmë, me 4 plumba në 27 prill në lagjen Hajro Çakëri, pranë banesës së tij, teksa po kthehej në shtëpi. Do të lidhem me korespondentin e Euronews, gazetarin Algert Harizi, për të kuptuar diçka më shumë, jo vetëm për videot, por gjithashtu edhe për hetimin e kësaj ngjarje të rëndë. Algert, përshëndes, lutem më thuaj detajet më të fundit për sa i përket kësaj ngjarje. Po, përshëndetje edhe njërë nga Vlora, siç e thatë dhe ju, policia tashmë ka në dorë një numër të lartë të provave që faktojnë që personi që ka qenë në vendin e ngjarjes ka qenë dhe autori. Ato pamje që kemi siguruar dhe ne bëhet fjalë për autorin e ngjarjes, i cili ka vajtur në vendin e ekzekutimit 1 orë para se të kryej vrasja. Pas kryerjes të vrasjes, ai është larguar po prapë në e njëjta rrugë, ku është filmuar dhe nga një numër i madh kamerash. Kjo ka qenë prova kryesore që ka filluar
hetimin policia ku ka rënë gjurmët dhe të automjetit përdorur nga autori. Automjeti rezulton i shtetasit Erlis Mehmeta, i cili ditën e djeshme është arrestuar në Tiranë dhe është dërguar menjëherë drejt policisë të Vlorës ku është marrë në pyetje. Policia e Vlorës ka në dorë një provë tjetër të rëndësishme, telefonin e personit ku është zbërthyer dhe mendohet se ka rënë në gjurmë të autorit. Gjithashtu ditën e djeshme është kryer dhe një aksion i befasishëm në zonën e Eksamil ku mendohet se ishte autori, por pa mundur ta arrestojnë atë. Nga informacionet e marra dhe nga grupi hetimor mendohet se autori i kësaj ngjarje është larguar drejt Greqisë në këmbë. Gjithashtu vazhdojnë hetimet për këtë ngjarje. Ajo çfarë duket dhe nga pjesa e kamerave, mendohet që dhe nga grupi hetimor autorit ketë përdorur një maskë silikoni për të kamufluar dhe për të humbur gjurmët. Gjithashtu mendohet që edhe në pjesën e barkut të ketë vendosur silikon ose veshje për të treguar një identitet tjetër. Por nga informacionet e marra, policia e ka identitetin e autorit. Nuk kemi një deklaratë zyrtare nga policia për emrin e tij, duke qenë se jemi në një fazë intensive të hetimeve. Gjithashtu vazhdon në bashkëpunimi me policinë greke, janë dhënë të gjitha të dhënat që ka policia dhe pritet vetëm kapja e autorit dhe deklarata e policisë në këto momente që kush është ky autor. Bashkëpunëtori është akoma i kësaj vrasjes është në drejtorinë e policisë, ku merret akoma në pyetje dhe zbërthehet akoma telefoni për të zbuluar më shumë detaje nga kjo ngjarje e rëndë që preku të dielën në orët e para të mëngjesit Vlorën. Qartë, ajo që mund të themi tjetër është se dyshimet që ka. Po, mund vjosh. Jo mund vjosh. Doja do të pyesja në fakt për pistat e hetimit që ka ngritur policia, u fol shumë në fakt për një konflikt për pronën. Në cilën pikë jemi për sa i përket hetimit? Po i lirë dhe unë atë do thosha, policia nuk e ka këtë pistë hetimit deri në këtë moment e pjesën e pronës. Ajo çfarë është fokusuar policia dhe vazhdojnë hetimet, mendohet që viktima të ketë dhënë informacione ose të jetë pjesëmarrës në grupet kriminale duke dhënë ose marrë informacione. Këtu është përqendruar policia te kjo ngjarje e rëndë që mund të ketë çuar dhe autorët të kryejnë këtë vrasje në shenjë akmarrje. Qartë. Se kjo është pjesa kryesore ku po heton dhe policia. Dhënien e informacione, nxjerrjen e informacioneve nga 58 vjeçari që u vra. Algert, faleminderit shumë. Do të mbetemi patjetër në kontakt për detajet më të fundit, ndoshta mund të rilidhemi sërish. Do të vijmë më tej. Një thim ka ndodhur sot ndaj një makine në parkingun e qendrës klinike universitare të Kosovës. Lajmi është konfirmuar nga zëdhënësja e policisë së Kosovës, Flora Ahmeti, sipas së cilës nuk ka të lënduar, por vetëm dëme materiale. Makina e shpërthyer mësohet se është e drejtorit të qendrës klinike universitare të Kosovës, Osman Hajdari. Rreth orës 10 është pranuar pra një informat lidhur me dyshimet për një shpërthim në një veturë në parkingun e QKUK-s. Aktualisht nuk raportohet për të lënduar përveç dëmeve materiale. Policia me të gjitha njësitë relevante ka dalë në vendin e ngjarjes dhe po trajton rrethanat që karakterizojnë ngjarjen, tha Ahmeti për mediat. Lidhe me Kosovë Gjozim për të mësuar diçka më shumë rreth këtij shpërthimi pra në ambientet e QKUK-s. Kosovë të përshëndes. Cilat janë detajet e kësaj ngjarje përtej shpërthimit? A ka shfaqur ndonjëherë shqetësim drejtori i qendrës spitalore, kërcënime, konflikt të mundshëm me persona për të justifikuar shpërthimin e ditës së sotme? Është pyetur nga ana e autoriteteve në lidhje me këtë? Ilir, drejtori Osman Hajdari, ose më realisht të themi ushtruesi i detyrës së drejtorit të QKUK-s Osman Hajdari, para pak minuta u ka mbajtur një konferencë për media, një konferencë të shkurt, ku realisht nuk është se kam pranuar shumë pyetje, por ka dhënë sqarime pak a shumë rreth asaj se çfarë ka ndodhur. Ai ka bërë të ditur se personalisht dhe privatisht nuk është se ka ose ka pas ndonjë problem me këtë qoftë, por që në anën tjetër ai gjithë këtë veprim që ka ndodhur, që fatmirësisht nuk është se ka sjellë ndonjë viktimë apo dëm material tek njerëz në përjashtim të veturës së tij,
bëhet fjalë pra për punën që ai po bën në qendrën klinike universitare, pra punën e mirë, ndryshimet, reformat që po ndodhin qoftë në pjesën e stafit, qoftë në pjesën e shërbime dhe sipas ti grupeve të caktuara, njerëzve të caktuar duket se nuk ju pëlqejnë këto ndryshime që po bën, këto reforma pozitive që po bën dhe për këtë arsye ata kanë marrë veprimet e tilla. Ai nuk ka dashur që të flas më shumë për detaje, duke thënë se gjithë kjo do t'i mbetet në dorë policisë dhe ekipeve hetimore që po merren me këtë çështje. Ai çfarë kemi parë realisht se ka pas një shpërthim tek vetura e tij, e cila realisht nuk është se ka pas, po them, një dëm ekstrem, por që fatmirësisht nuk ka dëmtuar as veturat për rreth e as ndonjë nga stafe apo njerëz që kanë mund të qenë afër në kohën kur ka ndodhur shpërthimi. Ai e ka mohuar faktin se kjo gjë mund të lidhet diçka me çështjen e postit të tij, sepse i lirë që ta kontestualizojmë ndoshta pak situatën, edhe pse ai mban se mund të ketë ndonjë lidhje me këtë çështje. Ditën e djeshme kemi pas anulimin e konkursit për drejtor të qendrës klinike të universitare, për të dytën herë, pjesë e cilit normalisht si konkurrent ka qenë pra si edhe vetë zoti Hajdari ka konkuruar për ta rimarrë përsëri këtë post. Megjithatë ai ka mohuar se gjithë kjo mund të vijë ose ka ndodhur për shkak të kësaj çështje, sepse sipas tij këto janë procedura administrative që nuk ka nevojë që të lidhen me këtë çështje, por ai beson që puna e tij e mirë si drejtor i QKUK-s dhe reformat që ai ka bërë, ndryshimet pozitive që ka bërë, kanë sjellë deri te kjo pra që grupet caktuara kriminale, njerëz të caktuar nuk pajtohen, nuk u pëlqen ideja se këto gjëra po ndodhin. Ndërkohë që nga ana policisë deri më tash nuk është se janë dhënë ndonjë detaj sa i përket qoftë mjetit shpërthys që është përdorur. E kemi pasur që këtu gjatë kohës sa është lajmëruar policia, ka pas pastaj edhe ekipe anti-bomb, pra që kanë ardhur për ta ekzaminuar vendin nga frika se mund të ketë edhe ndonjë mjet shpërthys tjetër, por fatmirësisht nuk ka ngjedhur diçka, paktën deri më tash nuk është dhënë ndonjë detaj as për mjetin shpërthys që është përdorur tek makina e drejtorit Hajdari, por paktën pra po them ajo çfarë është pozitive në gjithë këtë situatë, as pak të mire që të them drejtën po përsëritet pas një kohë, sepse kohë më parë ka qenë edhe një person i stafit të QKUK-s i atakuar në të njëjtën mënyrë pak a shumë para disa viteve dhe për vitet e tëra po them nuk është se kemi pas situatat e tilla në qendrën klinike universitare në përjashtim të probleme tjera, por pra po them e mira është nuk kemi dëm në njerëz dhe mbetet të shihet se cilat do të jenë rezultatet dhe cili mund të jetë motivi pas hetimeve dhe pas ekzaminimeve që do të kemi pastaj edhe nga hetuesia. Kosovë, përfitoj nga rasti do të pyes edhe për ditën e nesërme, do të kemi një tjetër seancë. A ka sinjale për paqe, për zgjidhje të ngërçit, apo do të përsëritet e njëjta gjë që kemi parë gjatë këtyre ditëve? Them drejtën e lirë, me atë sa po arrim të kuptojmë, të marrim vesh të komunikimet që kemi kryesisht me partitë që të gjitha, nuk është se është dhënë ndonjë shenjë rreth asaj se mund të kemi një zgjidhje. Realisht sot pas disa ditëve, pas shumë ditëve realisht, zoti Kurti ka pas një deklarim shumë të shkurt, kur është pyetur sa i përket çështjes së mos konstituimit të kuvendit dhe mos ardhjes deri te momenti që të zgjidhet qeveria e re. Ai thjesht e ka përsëritur atë që pak a shumë e kemi dëgjuar edhe më herët, që fillimisht duhet të konstituohet kuvendi dhe pastaj qeveria, dhe më pas nuk ka dashur të komentojë rreth asaj se pse nuk po ndodh konstituimi i kuvendit, duke pas parasysh se normalisht një pjesë të përgjegjësisë ose pjesën më të madhe të përgjegjësisë e ka edhe partia e tij dhe ai vetë si kryetari i vetëvendosjes. Në anën tjetër nuk është se kemi pas ndonjë deklarim të partive tjera të cilat kanë dhënë shenja se mund të ketë ndryshime. Kemi pas deklarime të partive opozitare ose partive që kanë qenë deri tash në opozitë, të paktën nga zoti Haradinaj dhe PDK-ja edhe gjatë ditës së djeshme, që janë të gatshëm që të votojnë nëse vetëvendosja vendos cilë një emër të ri, por jo zonin Haxhiu, ndërkohë që LDK-ja ka përsëritur prap qëndrimin që nuk ka vot për asnjë kandidat të lëvizjes vetëvendosje. Kështu që nëse kemi parasysh pak a shumë këto çfarë po dëgjojmë, po shohim dhe po deklarohen akteret e kësaj situate, nuk duket se ka ndonjë zgjidhje. Megjithatë mbetet të shihet nëse do të ketë diçka të re nesër. Ajo çfarë pam gjatë natës së mbrëmshme ka qenë Gani Geci, ish deputet i Kuvendit të Kosovës, momentalisht vajza e tij është deputete e Kosovës, pjesë e grupit parlamentar të LDK-s. Në disa debate televizive në mediat kosovare, Ilir ka bërë të ditur se ka pas një telefonat nga ish kryeparlamentari Glauko Njuh, sa i përket
idesë që vajza e tij pra ta mbështes zonin Axhiu me pas edhe qeverin, po një gjë e tillë pastaj është mohuar nga njerëz e afërt me zotin Konjufca, kështu që kemi pas një lloj lufte deklaratash për këtë. Megjithatë normalisht që zoti Geci është deklaruar se nuk do ta bëjë një gjë të tillë dhe nuk ka mbështetje për zotin Kurti dhe partinë e tij, duke qenë se ai takon një parti tjetër, pra siç e thash, pak a shumë ka qëndrimin e njëjtë me LDK-n, edhe pse shpeshherë zoti Geci dhe vajza e tij ndoshta kanë ditur se të jenë ndryshe pak a shumë nga partia që i takojnë, por që këtë herë duket se përputhen, kështu që nëse kemi parasysh gjitha këto, atëre gjasat janë të mëdha e lirë që ai serial të përsëritet edhe me një epizod të njëjtë, siç e kemi parë për 8 herë me radhë. Kosovë, faleminderit shumë, të uroj punë të mbar. Do të vijmë më tej. Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka deklaruar se konstituimi i kuvendit do të ndodhë patjetër, megjithatë pa dhënë një datë të saktë për këtë proces. Deklaratën Kurti e dha në një prononcim për mediat lokale gjatë një vizite në Istok. Ai theksoi se pas konstituimit të kuvendit me siguri do të vijë edhe formimi i qeverisë. Fillimisht kuvendi, pastaj qeveria, ka deklaruar ai gjatë fjalës së tij. Ana tjetër, komandanti i misionit NATO-s në Kosovë dhe KFOR Enrico Barduani është takuar me shefin e shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Serbisë, Milan Mojsilovic, në Beograd. Takimi në kryeqytetin e Serbisë erdhi rreth 5 muaj pas një takimi paraprak të këtyre dy palëve në tetor të vitit të kaluar. KFOR nuk dha detaje se për çfarë u diskutua në këtë takim, por vetëm shkroi në X se ata shkëmbyen mendime mbi situatën e sigurisë dhe bën një vlerësim të përpjekjeve të tyre përkatëse. Ndërkohë në faqen e forcave të armatosura të Serbisë u raportua se shefi i ushtrisë serbe i kërkoi komandantit të KFOR-it të sigurojë ambient të sigurt dhe liri të lëvizjes për të gjithë, veçanërisht për komunitetin serb. Sipas deklaratës së publikuar nga ushtria serbe, palët u dakordsuan se situata e sigurisë në Kosovë mbetet jo stabil dhe e ndjeshme. Kontaktet e rregullta në të gjitha nivelet si dhe aktivitetet e përbashkëta duhet të vazhdojnë për të ulur tensionet në terren dhe për të parandaluar përshkallëzimin e krizës, thuhet në deklaratë. Mes të tjerash, KFOR sqaroi se ky takim ishte pjesë e takimeve të rregullta të komandantit të KFOR-it me bashkëbiseduesit e tij kryesor në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Ndërsa presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, ka zhvilluar një bisedë telefonike me kryeministren italiane Giorgia Meloni, ku diskutuan për çështje të rëndësishme që lidhen me rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe për forcimin e bashkëpunimit dypalësh. Vučić theksoi rëndësinë e partneritetit të fortë strategjik që Serbia ka me Italinë, duke vlerësuar atë si një nga partnerët kryesor të vendit, si në nivelin politik ashtu edhe ekonomik. Një nga temat kryesore të bisedës ishte zhvillimi i mëtejshëm i marrëdhënieve bilaterale, teksa raportohet se presidenti Vučić falenderoi Italinë për mbështetjen e vazhdueshme në procesin e integrimit evropian të Serbisë. Ka ana e saj, kryeministria Meloni e konfirmoi angazhimin e Italisë për zgjerimin e Bashkimit Evropian dhe për mbështetje të mëtejshme për vendet e Ballkanit Perëndimor, përfshirë Serbinë. Në fund të bisedës, Vučić i bëri një ftesë kryeministres Meloni për një vizitë zyrtare në Serbi. Në fillim të prillit u mbytën të paktën 7 emigrantë, ndërta 2 fëmijë për shkak se varka e tyre, sikurse dyshohet, u përplas nga një anije e rojës bregdetare greke. Agjencia Europiane e Mbrojtjes Kufitare dhe Bregdetare Frontex e klasifikoi këtë incident si tepër serioz. Aktualisht Frontexi po kryen një numër hetimesh lidhur me shkelje të mundshme të drejtave të njeriut në kufirin grek. Megjithatë, shpesh nuk ka prova të qarta se forcat greke të sigurisë po i dëbojnë me forcë refugjatët që ata të rikthehen në Turqi ose në ujërat turke. Shpesh nuk është më e mundur të përcaktohet nëse një anije kishte arritur vërtet të hynte në ujërat territoriale greke. Athina e mbron me forcë se ka dëbime sistematike dhe se refugjatët deportohen përtej kufirit pa pasur mundësinë që kërkesa e tyre për azil dhe mbrojtje të gjykohet individualisht. Vetëm pak minuta publicitet. Rikthehemi edhe flasim për zhvillimet më të fundit në politikë. Fokus me patjetër fushata. Vetëm pas pak. Jemi rikthyer. Misioni OSBE-ODIHR publikoi raportin paraprak për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Në raport përmenden disa nga faktorët dhe elementët kryesorë që po dominojnë këtë fushatë zgjedhore.
Ndjekë materialin, rikthehemi në studio dhe kuptojmë se në cilën pikë janë kampet kryesore, por edhe partitë e reja në këtë moment që flasim në fushat. OSB Odir ka publikuar këtë të martë raportin para prak lidhur me zgjedhjet parlamentare që do të mbahen më datë 11 maj. Në raport theksohet impakti i ndryshimeve të fundit të kodit zgjedhor dhe në fushatën që janë duke bërë në këto momente aktorët politik. Në raportin e OSB Odir vlerësohet se këto zgjedhje konsiderohen gjithashtu si një provë tjetër e rëndësishme për zhvillimin e proceseve dhe institucioneve demokratike të Shqipërisë, veçanërisht në kontekstin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Gjithashtu theksohet se për herë të parë në këtë proces është krijuar mundësia për të marrë pjesë në zgjedhje edhe shtetasit shqiptar që jetojnë e punojnë jashtë vendit. Por gjithashtu në këtë raport paraprak të Odir që përfshin periudhën 3 javore të muajit prill, theksohet se mjedisi politik karakterizohet nga një shkallë e lartë polarizimi dhe mosbesimi mes të dyja partive kryesore, Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Odir evidenton se përdorimi i burimeve shtetërore dhe zhvillimi i fushatës brenda institucioneve publike janë të ndaluara, por vazhdimisht ka shqetësime lidhur me presionin ndaj nënpunësve civil, ndikimin e padrejtë ndaj votuesve dhe keqpërdorimin e aseteve publike. Në raport përmendet edhe task forca e SPAK për hetimin e krimeve të caktuara zgjedhore dhe një platformë online për denoncimet nga publiku. Mirë, rikthehemi në studio, do të flasim për fushatën, por jo vetëm edhe për zhvillimet më të fundit që ka sjell ajo në studio. Jam me gazetarin Denada Jushi, faleminderit që erdhe Denada, kënaqësi. Edhe me kolegun Ardit Hoxha. Ardit, sot do mundohem që të kesh minutazhin e dur, duke qenë se jam borxh me ty nga paneli i shkuar. Asnjë problem, jam i shtëpisë këtu, kështu që. Je i shtëpisë patjetër edhe i ke këto kosto. Po më japësh lejen që tani me Denada besoj. Apo jo. Denada. E kundërta do ishte e çuditshme. Patjetër. Denada, në cilën pikë është fushata në gjykimin tënd? Për Partinë Socialiste, për Partinë Demokratike, por gjithashtu edhe për partitë e vogla, partitë e reja, nuk e di se si mund t'i quajmë për marrëveshje fjalë. Po e filloj me perifrazimin e kandidatëve të Shkodrës, cilët pata mundësi t'i takoja dje në terren, dhe ishin të gjithë duke pritur me zi që të mbaronte. Pra për thënë që ka qenë një fushatë e gjatë dhe nuk ka startuar pra vetëm në këtë muaj. Është një fushatë që ka 2 vite që ka nisur, po themi, dhe janë 10 ditët e fundit ku janë dhe betejat e fundit, po themi, të asaj që po bëhet. Edhe pse ka qenë një fushatë ndryshe nga të tjerat, unë mendoj që ka qenë një fushatë pa një orientim, ka qenë një fushat në liri të plot. Pa një orientim nga të dyja palët, por mendoj që duke qenë se Partia Socialiste ka qenë gjithmonë më koordinuar dhe gjithmonë më strukturuar, unë mendoj që këto janë zgjedhjet e para që unë kam parë pa një strukturë reale, konkrete të Partisë Socialiste, por edhe të Partisë Demokratike, po për arsye të tjera, që kandidatët kanë qenë një pjesë që janë të listës të mbyllur, që nuk e kanë vënë ujë në zjarr aq shumë sa çdo duhej, dhe kandidatët të listave të hapura, të cilët janë në luftë me ata që janë përballë dhe në luftë me njëri tjetrin për të siguruar ato përqindjen e vogël që sigurojnë po themi listat e hapura. Nëse do të mbetemi edhe pak tek Partia Socialiste, Shkodra është një qark paksa delikatë, duhet thënë. Me qenë se ke qenë në terren, i ke parë kandidatët, fjalimet e tyre, komunikimin dhe mesazhin që i kanë dërguar qytetarëve, nga vinë ata, janë të rinj, vinë nga auditori, pra nga universitetet, janë profesionistë të fushave të ndryshme, ka emra të njohur dhe të konsoliduar tashmë në politikë për të kuptuar diçka. Këto ditë kam qenë dhe në Lezhë dhe në Shkodër, pra kam qenë në Veri, ditët në vazhdim do jem në jug, mendoj që lista e Partisë Socialiste në të gjithë qarkun ka pas emra të rinj, në Shkodër kryesohet me një emër të ri siç është Mariana. Fushata tashmë është, po themi, e ndryshme PDPS. PS-ja ka zgjedhur ato tanhollet e mëdhaja ku shkon kryeministri, përgjithsisht ka qenë në kalimi me gratë, ka qenë fokusi me të gratë dhe me të rinjt, pra ne nuk kemi parë fushat tjetër veç takimeve të kryeministrit që kanë qenë kalimi i parë me gratë dhe tani me të rinjt, dhe kemi kandidatët e listave të hapura kryesisht që i gjeje në rrugë, takime të vogla, takime derë më derë, po ashtu pata mundësinë dhe nga Partia Demokratike, isha një takim që pati zoti Bardi, i cili janë duke punuar derë më derë. Ndërsa Partia Socialiste, thash, është më e hapur, është më e madhe dhe është shumë në rrjetet sociale. Ishit në Fier, besoj, për zotin Bardhi, apo jo? Jo, Bardh Spahia ndjes. Bardh Spahia, okej. Ardit, nga ana tjetër, Partia Demokratike në cilën pikë është fushatës së saj, si po e zhvillon atë, si po e dërgon mesazhin tek qytetarët në gjykimin tënd? Po, patjetër janë 10 ditë e fundit fushatës, mbrëmjen e dieshme ka pasur një lloj komunikimi
online mes drejtuesit të fushatës, zotit Kristla Sivita dhe të gjithë shtabeve, të gjitha qarqeve të Partisë Demokratike, ku janë dhënë instruksionet për mënyrën se si duhet vijoj kjo fushat në këto 10 ditë të mbetura, një fushat të cilën Partia Demokratike e nisi, po themi, me një temë të lartë, të paktën në mënyrën se si unë e kam parë, dhe kemi parë që gjatë ditëve të fundit deri diku është ulur, nuk e di për arsyen sepse tempi, qoftë i mënyrës se si po bëhet fushat, takimeve apo edhe denuncimeve, por nga ana tjetër edhe tempi i premtimeve, i gjithase zhurmës që duhet kishte, pra nëse do të vijohej me të njëjtin ritëm, sot do të ishim në nivele dhe në tone më të larta se sa ato që ishin në javën e shkuar. Ndoshta mund të ketë ndikuar që këto 3 apo 4 ditë zoti Berisha është shkëputur deri diku nga fushata për shkak se duhej të merrte pjesë në kongresin e PPS në Valencia dhe dihet tashmë impakti që ai ka në fushat, dhe unë këtu pastaj ngrej një pikë pyetje se çfarë mund të ndodhte apo çfarë do të ndodhte në kushtet kur nëse zoti Berisha do të vjonte të mbetej në arrest shtëpie, se si do bënte fushat opozita dhe Partia Demokratike, ose më saktë kjo pjesë e opozitës, pra Partia Demokratike. Thënë këtë, duke nisur nga sot e ndoshta deri të premten e ardhshme, nisin në përqarqe takimet përmbyllëse të fushatës Partisë Demokratike, takimet të cilat deri diku janë edhe një përsëritje e atyre që zoti Berisha bëri, pra nëse 2 javë të para bëri xhiron e prezantimit të kandidatëve, këto janë takimet përmbyllëse për t'i dhënë atë benzinën e fundit motorëve elektoral që Partia Demokratike ka në të 12 qarqet, diku më mirë, diku më pak, po brenda asaj, po themi, të përgjithshme së Partisë Demokratike që sërish vijon të mbetet tek ai pragu i 40% që do jetë surprizë nëse do kalohet me vota në zgjedhjet e 11 marit. Ardit, është e lexueshme strategjia e Lasivitës për sa i përket kësaj fushate, po flet për një qetësi, le themi, në këto momente, po mos ndoshta është si ajo qetësia përpara stuhisë. Po, në fakt, modeli që zoti Lasivita, të paktën atë që unë kam ndjekur, modeli fushateve që ai ka aplikuar, jo vetëm në zgjedhjet e fundit presidenciale, por edhe në proceset e mparshme që ai ka qenë, po themi, strateg fushate, aplikon modelin e fushatës Boxing Campaign, që është një fushat me goditje me 2 apo 3 goditje për gjatë 2 muajve. Është një goditje parë, një goditje në mes fushatës dhe një goditje në fund të fushatës. Ja, do të pyesëm Dinadën, cila ka qenë goditje. Nëse do bëjmë krahasimin me Amerikën, në fakt nuk është kështu. Zoti Trump ka qenë agresiv që gjithkohë. Atë nisa të them që në Shqipëri zoti Lasivita e nisi me një goditje të fortë. Nëse do të t'i rikthehemi pas pak në kohë në fund të muajit shkurt, kur zoti Lasivita u prezantua si drejtuesi i fushatës, ishte një goditje e fortë prezantimi i tij për vetë imazhin, por edhe për vetë deklaratën që bëri. Pra tha, unë kam ardhur këtu për të mposhtur klonin e Sorosit. Sorosin e mposhta në Shtetet Bashkuara të Amerikës, do mposhtu klonin, dhe ishte një deklaratë e fortë për vetë tokë fjalshin e thënë, por edhe për atë se kush e thoshte këtë fjali. Pra, një personazh me lidhje të ngushta në shërbam me presidentin Donald Trump. Dhe kjo ishte goditje e parë, të paktën si e kam parë unë. Por, nuk kam parë goditjet e tjera, që do duhet kishte një model të tillë fushate. Pra, nëse edhe në Shqipëri, zoti Lasivita po aplikon modelin e fushatës Boxing Campaign, unë pres që gjatë kësaj jave, gjatë këtyre 10 ditëve të mbetura, të ketë një goditje të fortë në fushat, një, po themi, denoncim nga ana e majorancës, ose nxjerrjen e patë një elementi novativ nga ana e Partisë Demokratike, apo ndoshta ndonjë surprizë tjetër. Pra, nëse nuk aplikohet, ndoshta pastaj do lindet deri disi për të dëshiruar, ose mund të mbeteshim edhe të zhgënjur nga ky model fushate dhe nga pritshmëritë që u krijuan, sepse zoti Berisha e cilësoi krye magjistarin e fushatës së Donald Trump, që në Shqipëri vjen dhe sjell fitoren. Mirë, dakord, magjia ndodh në moment papritur, ë? Po pra, me një të nëse nuk ndodh, pastaj
Mirë, pa tjetër që ka 2 anë medalje, kishe diçka Denada për këtë pjesë? Po, unë mendoj që fushata e Partisë Demokratike në fakt është një fushat pozitiviste, nuk i kam parë shumë gjurmë të lasivitas, përveç fakti që kur erdhi pati absolutisht një ngritje edhe një gjurmë dhe vëmendje të Partisë Demokratike, por gjatë fushatës nuk është se kam parë, po themi, një dorë përveç se një kurimi që vjen si elementësh, cilat nuk është se si ka patur Partia Demokratike apo Partia Socialiste, pra vetëm në kurim në imazhit. Në thelb dhe në strategji nuk është se kam parë dhe kam vënë re ende një dukje, po them kaq të madhe nga zoti Lasivitat. Në krahasim me atë që ne kemi parë te Donald Trump është e ndryshme. Absolutisht janë fushata shumë të ndryshme. Donald Trump ka qenë në gjithë kohës fushatës së tij njëri agresiv, njëri që ka patur kundërshtarin ta sulmoj, ndërkohë që Partinë Demokratike në fakt e kemi parë të udhëhiqet dhe të shkojë drejt asaj që ka prodhuar zoti Rama me retorikën e tij që është tashmë e njohur dhe e ditur nga imazhi i tij, me muzikën, me videot virale, me personazhet që i bën personazhe, kështu që unë Partinë Demokratike e kam parë më shumë në rendje të asaj që ka sjell kryeministri se sa një fushat të drejt për drejt apo një strategji të saj. Dhe bi dakord me Arditin kur thotë që ka patur, jemi vetëm 10 ditë para zgjedhjeve, zoti Berisha largohet dhe është një gjë e mirë takimet e tij sepse tregon që Partia Demokratike nuk është më izoluar, e shohim të ketë në disa takime që vijnë jashtë Shqipërisë, por ndërkohë pjesa tjetër i bi që duhet të presin zoti Berisha të kthehet që të vazhdojmë t'i shohim në fushat. Gjë që do duhet të ishte sfiduese se është opozita që po kërkon të marri pushtetin. Qartë, Denada gjatë këtyre ditëve është folur për kontratën e lobimit Partisë Demokratike, ka qenë zoti Noka i cili ka firmosur, po patjetër subjekti politik Partia Demokratike edhe për non-gratën e zotit Berisha. Tani, ekspert të fushës thonë se mund ta bëj opozita lobimin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mund ta bëjë edhe majoranca kur ka ndryshim të administratave, siç është rasti konkret, po duke marrë parasysh marrëdhënien jo edhe aq të mirë të Ramës me Trumpin, mund ta bënte edhe Partia Socialiste një kontratë lobimi. Tani e vendosur gjatë fushatës kjo kontratë për ty, ka pikpyetje, ka dritije, ke diçka të paqartë në të? Kontratat e lobimit në Amerikë janë të njohura dhe në Shqipëri kemi hasur nga të gjithë liderët e partive politike, kemi parë të zoti Rama, ne dim që kemi shkuar në precedime tek pjesa e Ramës, kemi patur të gjithë liderëve. Dhe është një gjë që shfaqet gjithmonë në kohë zgjedhjesh për shkak të raporteve që Shqipëria ka patur gjithmonë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë mendoj që ardhja e zotit Trump në krye të shtëpisë së bardhë ka sjell dhe një frymë dhe një qasje tjetër në raport me Partinë Demokratike. Kjo është e qartë. Këto 6 milionë euro nëse do të ishte partia tjetër në pushtet në Amerikë, unë besoj që edhe nëse Partia Demokratike do t'i kishte, mundësitë për të lobuar ishin shumë më të pakta. Dhe me ajca ne kemi parë për shkak se ka patur një lobim kundër tyre. Pra, edhe kjo çështja e kontratave është lobim dhe kundër lobim. Partia Demokratike në këtë rast mendoj që është duke shfrytzuar ardhjen e zotit Trump dhe afrimin aq sa mundet dhe si mundet në mënyrë që të zbe atë që ishte po themi edhe molla e sherrit brenda Partisë Demokratike dhe gjithë zhbërja që opozita ka patur, se ne duhet pranojmë i lirë që në këto zgjedhje Partia Demokratike hyn shumë në dizavantazh me majorancën, sepse ka patur 2 vite luftë të brendshme për shkak të një vendimi që ka ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë kam vetëm një gjë kur vjen puna tek lobimet, tek parat në përgjithësi me të gjitha subjektet politike. Unë mendoj që nuk është kultura në Shqipëri që të kemi një qartësi mbi fondet dhe mbi parat se si ku gjenden dhe burimet e tyre. Të lobosh për që pra një qeverie në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, unë nuk e shoh problematike. Llogaridhënia kundrejt parave, unë mendoj që duhet bërë nga të gjitha palët në të gjitha rastet, sidomos kur kemi shifra të tilla. Ma kuptova, Ardit, si do bëhet kjo llogaridhënie? Celibashi tha ka kohë, ndoshta mbas zgjedhjeve do të kemi mundësi që të shikojmë dokumentacionin, po unë do të bëja pak shumë një pyetje si Denada. Tani, sa të verifikueshme janë këto donacione nga shqiptaro-amerikanët e para? E dyta, është një shoqatë e cila është ngritur vetëm disa javë më parë, mos them një javë më parë, për të garantuar këtë shumë për disa marramëndse. Nga ana tjetër, kush është personi që doli garant? Shikoj lirë, unë fillimisht besoj që kjo historia e lobimeve, financimeve të partisë duhet të kapur nga koka. Dhe nga koka problemi në këtë rast nuk është
kjo kontrata apo kontratat tjera që janë bërë më herët nga Partia Demokratike, Partia Socialiste dhe kontrata që do të bëhen nga këto partia apo dhe partit tjera. Problemi është ligji i financimeve. Pra, ne dim shumë mirë që ato shifra që raportohen Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nuk janë shifrat reale të cilat partitë dhe kandidatët shpenzojnë qoftë gjatë fushatës, por edhe në aktivitetin e gjatë gjithë vitit normal, pra edhe jashtë periudhës zgjedhore. Pra, nëse nuk ndryshohet ligji për financimet politike, ne do vjojmë të kemi këto historit ku i mori parat, si futi nga i gjeti, pastaj si justifikoj dhe pra futemi në ca hulli dhe në ca kanale që nuk qojnë as gjikundi dhe nuk na ndihmojnë. Ajo që mund të themi në këtë rast është kjo, duke marrë të mirë qëndrimi zyrtar të Partisë Demokratike. Unë mendoj që ka dy probleme Partia Demokratike në lidhje me kontratën. E para, pse Partia Demokratike nuk e publikoi vetë këtë kontratë? Është një kontratë shumë e rëndësishme që Partia Demokratike ka firmosur. Ka firmosur me njerëz që janë në paradhomën e presidentit Trump. Të dy personazhet që janë aksionerët apo themi drejtuesit e kësaj kompanie, njëri ka qenë shef shtabi i fushatës së sekretarit të Amerikan të shtetit, zotit Rubio, dhe tjetra është vajza e shefes së kabinetit të zotit Trump. Pra, kemi të bëjmë me dy njerëz shumë të afërt me atë personin e kontaktit që zoti Berisha do, që mund të jetë ose zoti Rubio ose zoti Trump. Pra, më afër se kaq zoti Berisha nuk shkonte dot me këtë kontratë. Dhe ajo që unë nuk kuptoj te Partia Demokratike është që pse nuk e prezantoi vetë këtë kontratë. E para dhe e dyta, pse ka një truajtje ose një lloj ngurimi, një stepje për të folur dhe për ta, po themi, ezauruar këtë çështje. Një vetmi cen që mund të diskutohet, thash duke marrë mirë qenë që ajo që thot Partia Demokratike për mënyrën e financimit, mënyrën se si janë mbledhur parat qëndron dhe është e vërtet, nuk i futem dot dhe nuk kam dot mënyrë në këto momente për ta verifikuar të kundërtën, të paktën për momentin nuk e gjem dot, nuk e zbulojmë dot që ato para janë grumbulluar atje nga patriot amerikan apo janë dërguar nga Shqipëria apo mënyra të tjera. Pra, për momentin nuk e bëjmë dot këtë gjë dhe marrim të mirëqenë atë që thot në qendrimin e saj zyrtar Partia Demokratike. Dhe pastaj, ai qendrim zyrtar prodhon një lloj kërcitje të vogël, pasi nga një anë Partia Demokratike flet për një paket të përkujdesjes, një paket të dhemshurisë me pensionin minimal 200 euro, me rrogun minimale 200 euro, dhe pra disa element që luftojnë varfërinë në Shqipëri dhe sulmon ashpër ministra, deputet, funksionar të lartë Partisë Socialiste për luks të shfrenuar. Vetë zotin Rama e kanë sulmuar se konsumon një shishe verë që kushton 36 apo 37.000 euro. Dhe nga ana tjetër kemi këtu shumë të konsiderueshme më të madhe në histori që shpenzohet për lobim. Pra, kërcitja morale mund të jetë vetëm kjo, sipas asaj që unë shikoj. Por, nga ana tjetër, interpretimi mund ta bëj edhe atë anën tjetër të medaljes që Partia Demokratike nëse arrin të grumbullojë mund të lobojë edhe me $60 milion. Pra, nëse i mbledh dhe çdo gjë është sipas ligjit, është në të drejtën e saj që ta bëj lobimin me $6.000, $6 milion, $60 milion, pasi lloj problemi nëse ato janë paraditshme dhe të dërguara sipas rregullave të ligjit amerikan dhe të ligjit shqiptar. Mirë, ti thua, në kontekstin moral duket se çedon pasha duke qenë se... Vetëm gjë që mund të kërcas është kjo... Edhe kërcet edhe nuk kërcet, sepse Partia Demokratike, zoti Berisha thot, bashkandetarët të anë shqiptaro-amerikanët na japin kontribut, partia e djatha, pra ideologjia të triumfojë dhe të vinë pushtet dhe nëpërmjet fuqizimit Partisë Demokratike, atëre qeverisja e saj do të fuqizojë ekonominë e vendit e rrjedhimisht edhe qytetarët. Pra ka një lloj logjike. Jo është e justifikuar, patjetër. Patjetër që po. Ajo që unë doja di Ardit, duke qenë se ke qenë ndër të parët që ke lexuar kontratën, i ndjek zhvillimet pas çdo minute të Partisë Demokratike, është si specifikohet në këtë kontratë heqja apo tentativa për të
zbutur marrëdhënie e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me zotin Berisha. Nuk thuhet në asnjë moment. Nuk përmendet as fjala non grata. Edhe unë të njëjtin gjykim kam, sepse e kam lexuar nga fillimi deri në fund dhe kam bërë fije. Po si do ta bëj atëherë këtë heqjen e non gratës, duke krijuar marrëdhënie të mira subjekti me administratën e Trumpit, duke përdorur le të themi prapaskenat, kontaktet e drejt për drejta personale, gjëra të tilla, se dim që kjo kontratë përveç lobimit subjektit qëllimi kryesor ka non gratën. Me këtë kontratë Partia Demokratike nuk tenton të heqë non gratën e zotit Berisha. Jo, të paktën s'ka asgjë specifikuar në letër. Absolutisht nuk mund të ketë. Po ama bijem dakord që ky është një qëllim. Një kompani amerikane nuk mund të bëj kontratë me një entitet të jashtëm, qoftë kjo kompani private apo një institucion publik për të zhbërë një vendim të institucionave amerikane. Por ajo që ka bën Partia Demokratike me këtë kontratë është krijon mundësit vetët e saj, i hap derën për të ulur në tryez diskutimi dhe për të provuar atë që zoti Berisha pretendon. Pra, zoti Berisha në tryez do thotë gjë se unë kam ca prova që më kanë shpallur non grata në mënyrë të padrejtë. Po e them në mënyrë figurative. Deri në këtë momente çfarë ka bërë zoti Berisha? Që nga dita 1 kur u shpall non grata. Ka deklaruar që kjo është non grata e padrejtë, është bërë mbi këto baza, pra është lobuar kundër meje nga ana e Partisë Socialiste për të më shpallur non grata. Dhe çfarë bën? Por teksa palën që e ka shpallur non grata, e akuzon se e ka shpallur pa prova, përballë saj duhet shkojë me prova për të thënë edhe për të vërtetuar kundërtën. Këtë nisa them. Si do zhvillohet kjo negociat? Domethënë bëhet kjo kontratë lobimi që zoti Berisha të ketë mundësinë përmes rrugëve të ndryshme që të provoj atë që ka deklaruar gjatë këtyre 3 viteve. Dhe t'i provoj qoftë sekretarit Rubio, qoftë ndoshta edhe shtëpisë bardhë, zotit Trump, që ky vendim që ka marrë paraardhësi i tij nuk është mbar mbi fakte konkrete, por mbi një bazën e një lobimi, mbi bazën e disa, po themi, fakteve të orkestruara nga lobistë të paguar ose, po themi, të furnizuar nga Partia Socialiste. Ky, po themi, është një nga qëllimet e kësaj kontrate, se du ta shohim me vëmendje. Ajo kontratë është 2 vjeçare. Çdo muaj paguhet 250.000 euro, janë paguar deri tani 750.000 euro, 3 muajt e parë. Dhe ajo që unë mendoj të paktën, mënyrën se si e shikoj, shqetësimi kryesor ose po themi, shqetësimi kryesor i Partisë Socialiste nuk është vetëm lobimi për t'i hequr non gratës, pasi Partia Socialiste, nëse fiton zgjedhjet 11 maj dhe heqet non grata Sali Berishës, asnjë lloj problemi nuk ka. Vazhdojmë ecim para, 2029 vjen, do gjendet një fabulë e re për fushatën e 2027-s, që do të përforcohet në 2029-ën, edhe është në krejt okej Partia Socialiste. Në fakt, fabula e non gratës nuk është duke u përdorur në këtë fushatë, sepse është zhbër. Hymë dhe flasim. Praktikisht është zhbër. Shqetësimi për mendimin tim, paktën se si e kam parë unë, edhe sjelljen e zotit Rama, por edhe të gjithë spektrit të majt, është për atë se çfarë mund të arrijë kjo kontratë lobimi në fatin e saj 2 vjeçar për pasoja më të mëdha. Pra unë mendoj që zoti Rama i druhet ndoshta pasojave që hyrja në këtë paradhom. Hyrja në paradhom. Hyrja në paradhom dhe këto lloj kontaktesh të këtij lloj niveli, jo vetëm që mund të heqin non gratën, por t'i hapin dhe probleme zotit Rama. Që ma kujtove paradhomën tani, si janë këto kriteret për një person të shpallur non grata? A mund të hyjë ai në paradhom apo të gjejë një deriçk për të negociuar non gratën e tij? Shtetet e Bashkuara të Amerikës në për momentin jo. Vetëm nëse zhbëhet po themi dizenjimi non grata që ka shpallur. Sepse non grata në konceptin e saj ka që je i padëshirueshëm për shtetin amerikan, nuk do të thotë që do duhet kishte vizitën fizike të zotit Berisha, po flas për po edhe kontaktet që unë përmenda në po themi nuk do t'i bëj zoti Berisha. Jo, në ana figurative dhe për lehtësi komunikimi bëhet fjalë për të dërguar përfaqësues të zotit Berisha apo të Partisë Demokratike që bëjnë lidhjet dhe kontaktet, pastaj që del ajo mund të jetë një deklarat e shkurtër, mund të jetë një video e shkurtër, mund të jetë një vizitë e zotit Berisha, pra formatet janë nga më të ndryshmet që shkohet, pa ajo është vetëm pika vetëm maja e icebergut, ajo që unë po flisja për atë që nuk do duket dhe që do jetë poshtë ujë. Ajo na intereson, pra paskena e padukshme. Dinata, për çfarë do ta ndihmoj kjo kontratë lobimi Partinë Demokratike? Unë mendoj që
Partia Demokratike, në fakt, aty që kishte njollën më të madhe që është përmendur, ose zotit Berisha, ishte non grata me ardhin e ndryshimit dhe administratave, duket qartë dhe në faktin që nuk e gjen asnjë retorik të kryeministrit Rama për gjatë fushatës. Ai ka shpikur pasaportën amerikane duke e hequr fare si koncept çështjen e non gratës. Mendoj pikërisht për shkak të ndryshimit të administratës dhe ardhjes së zotit Trump në krye të Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse nëse nuk do të kishte të ndryshim qasje, unë mendoj që as nuk do ishte lodhur fare me ëndrrën amerikane, me pasaportën europiane, sepse ka luajtur gjithmonë me ëndrrën amerikane dhe do ta kishte me një tabel ku shkruaj non grata, siç ai e ka përdorur 2 vite më parë në zgjedhjet e bashkive, por duke qenë se kjo gjë nuk po them që ka rënë sepse nuk ka një vendim, por nuk po përdoret është për shkak se nuk ka më atë impaktin që ka patur 2 vite më parë. Megjithatë, në këto zgjedhje unë e shoh gati të pamundur që të ketë ndonjë ndryshim, ka vetëm 10 ditë. Kështu që kjo është një gjë afatgjate për Partinë Demokratike, do t'i duhet sepse ka qenë sulmi i madh i këtyre kohëve, kështu që mendoj është një përpjekje për të rikthyer dhe për të vënë akoma më shumë kontakte, sepse një periudhë kohe e kemi parë të izoluar. A do ndryshojnë në këto zgjedhje? Skeptike jam deri tani, por gjithsesi çdo vendim që mund të vinte nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, qoftë edhe një vizitë me gjitha metodologjitë që ne kemi dëgjuar në korridoret e politikës, impakt do të kishte, patjetër se ishte një kartë dhe do përdoret një kundër kartë. Por deri tani në këto zgjedhje nuk di të them nëse do ketë një ndryshim kaq thelbësor. Mbeten vetëm 10 ditë i lidhur për shkuar. Po e bëni vetëm fushatën Edi Rama, kryeministri i vendit, dhe a do të kishte ai një sjellje tjetër nëse nuk do të ishte arrestuar kryebashkiaku Veliaj? Unë mendoj që çështjen e zotit Veliaj ai e bëri në atë para fushatën, po themi në ato ditët që ndodhi. Mendoj që e kam thënë edhe më parë Ilir që ai niset nga sondazhet dhe unë mendoj që as La Civita, as Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe as kampet e opozitës dhe majorancës nuk kanë qenë surpriza këtyre zgjedhjeve. Ka patur vetëm një surprizë dhe një aktor në këto zgjedhje që ka qenë SPAKu. Me një dakordsi të heshtur, Partia Demokratike dhe Partia Socialiste Partia Socialiste nuk ka si ta përdorë sepse ka qenë, po themi, e sulmuar nga kjo pjesë. Por nuk e shohim Partinë Demokratike ta përdori si kartë. Unë ende nuk e kam dëgjuar as liderin e opozitës dhe as pjesët e tjera të Partisë Demokratike, përveç partive të reja, ta përdori si kartë një nga momentet më të rëndësishme që ishte njeriu më influent në bashkinë më të rëndësishme që është Tirana. Kështu që unë mendoj që SPAKu është lënë hije për shkak se nuk i interesojnë dy kampeve kryesore. Mendoj që zoti Rama është duke e bërë fushatën e tij brenda profilit të tij. Ai ka të njëjtin profil që në zgjedhjet që ka qenë kryebashkiak, e shohim vetëm në forma dhe dimensione të ndryshme. Mendoj që ka qenë rrjetet sociale që i kanë ndikuar fort këtë fushatë. Këtë doja do të pyesja. Është munduar t'i përfshi pak kryetarët e qarqeve, por duket që janë si një dekor. Ai është duke luajtur me gratë dhe me të rinjt vetëm nëpërmjet sondazheve dhe asaj që i tregojnë numrat. Por ai është kryesori në këtë fushatë. Është perceptimi im apo kryeministri Rama që mbas arrestimit zotit Veliaj me nisjen edhe fushatës ka qenë edhe më i impenjuar në komunikimin e drejt për drejt me qytetarët. Ka qenë më pak i angazhuar më parë. Dhe me që po flisi për sondazhet, mendon se ky është sondazhi më i pagabueshëm për Ramën, pra komunikimi drejt për drejt me qytetarët për të kuptuar se çfarë duan ata dhe si e kam përqasjen unë drejt forcës së tij politike. Për gjatë kohës së zgjedhjeve ne shohim gjithmonë që është aktiv zoti Rama. Ne nuk e kemi parë në këto 2 vite sepse ka qenë në takimet e tij, po themi, dhe në qasjen e politikës së jashtme për një periudhë shumë të gjatë. Ne kishim në terren, kishte ditë të tëra që ti nuk e shikoje në Tiranë apo në takimet nëpër Shqipëri. Sa i takon fushatës, patjetër që ka ardhur. Të dyja rubrikat i ka çuar drejt rrjeteve sociale duke menjanuar partnerin e tretë që është media, pra atë që e çon drejt publikut. Ka 2 rubrikat e tij që janë në mjetet e tij që i përdor në rrjetet sociale dhe është takimet që janë me qytetarët. Unë e shoh aktiv siç ai zakonisht është, mendon që luan me të gjitha këto elementet që të jep mundësinë rrjetet sociale për të bërë viral. Ka qenë edhe është, po mua më bën përshtypje mënyra se si amortizon goditjen, reagimin qoftë edhe nga ana e komentuesve të tij që i përkasin të djathtës. Sepse ai ka strategji që të përballet me gjën. Ne sapo biseduam që kur vjen nëpërmjet kësaj mënyre jep edhe mesazhin. Patjetër. Pra reagon për komentuesin dhe jep mesazh politik. Po ta shikosh gjithë rrugtimin e tij. Këtë pjesë doja unë që po ta shikosh gjithë rrugtimin e tij, të gjitha momentet e vështira që ka patur, dhe s'kan qenë të pakta nga kjo qeverisje, po edhe nëse shkojmë
të kryetar bashkie. Ai vazhdon dhe përmend fotot e tij që janë publikuar, të gjithë elementet që janë dashur ta godasin, ai ka strategji që i merr dhe duke u kthyer përgjigje, i bën si pika të forta atyre, nuk fshihet, nuk e sfumon me një hije problematike, e përballë dhe mban koste. Duke i komentuar edhe vetë. I komenton, i tall, i bullizon, i përdor si viktimizim, të gjitha format. Ai në daljen për mbylljen e vitit 2024 mbajti një fjalim 2 orë, ku mori të gjitha momentet që nga viti 1992, momentet e kur është goditur e të gjitha, që ai merr dhe i sjell dhe i risjell për të thënë që unë kam kaluar këtë, kam kaluar këtë, kam kaluar këtë, do kaloj dhe të gjitha ato që më vinë. Është metoda e tij për të përballur. Dhe në fakt i ka rezultuar jo pak e suksesshëm. Bullizon, përdor fjalë të papërshtatshme, si e kthen në të mirën e tij këtë, se kuptoj. Jo, ato që sulmojnë, pastaj sulmet e tij i merr të tjerë, sulme që i sjell. Kanë ata që thonë që një pjesë e madhe e popullit shqiptar vuan nga sindroma e Stockholmit, kështu që pse mos ta përdori zoti Rama. Edhe pse unë nuk e besoj këtë, por është vërtet shumë e çuditshme që si kthehet në kredit politik e kanë fjalën, se kuptoj. Është vërtet shumë e çuditshme edhe problematike, do e thoja unë, për shëndetin demokratik të një shoqërie siç është shoqëria shqiptare, që ende nuk i ka shumë të forta bazat dhe lidhjet me sisteme demokratike. Pra prindrit tanë janë rritur në një sistem monist me diktaturë dhe me një kontroll. Neve, brezi jon, edhe jemi duke u përshtatur, kështu që sigurisht zoti Rama e shfrytëzon këtë lloj mënyre se si është e formuar shoqëria shqiptare dhe deri tani ka rezultuar suksesshme, sepse në 2017 i ka fituar zgjedhjet vetëm me një timon nëpër duar, më jepnin timonin, e mori atë timonin, vazhdon i jep drejtimit atij timonit, ca thon mirë, ca thon keq. Pastaj në 2021 u bë tepsi, tani u bë buf, pra retorikat dhe po themi këtë lloj komunikimi zoti Rama e ka të zakont dhe i ka rezultuar suksesshme. Mund të ketë syresh si puna jon apo edhe të tjerë që nuk e pëlqejnë dhe e cilësojnë jo normal, një komunikim politik jo normal, por fundja rezultati i zgjedhjeve është ai që na jep neve të drejtë ose i jep të drejtë zotit Rama. Pastaj këtu mund nisim edhe një diskutim dhe mund ta nisim emisionin nga e para që a vërtet fitohen zgjedhjet për shkak të kësaj retorike apo fitohen me metoda ekstrapolitike. Pse kemi metoda ekstrapolitike me strukturën e SPAK që kontrollon. Unë mendoj që janë fituar zgjedhje në Shqipëri me metoda ekstrapolitike, janë përdorur metoda ekstrapolitike. Nëse janë duke u përdorur në këto zgjedhje, nuk di ta them ende me 100% po ose jo. Është vërtet që struktura e SPAK është në terren, por deri kur të shohim po themi ndonjë veprim konkret, ndoshta mund të bindemi 100% që për efektshmërinë e kësaj strukture për këto zgjedhje. Sepse nuk besoj se efekti kësaj strukture na duhet pas 11 maj. Nëse ka mbaruar zgjedhjet dhe në 15 maj SPAK nxjerr një raport që kaq njerëz u pan duke bler vota. Patjetër jam dakord me ty, ama në këto momente kjo strukturë bën efektin frika ruan vreshtin. Po do e shohim në. Po me ty do ta mbyll. Je gjatë gjithë kohës në terren, ke parë këto element ekstrapolitik që përmend Arditi? Po themi këto, po themi pikërisht të gjë nuk është se duket edhe shihet edhe nuk është se ndodh 6 muaj para zgjedhjeve Ilir. Çështja është që ajo ndihet, ka qytete që ndihet. Në 2021 në Elbasan e ndjenin të gjithë. Pra bisedoje jashtë kamerave dhe të thonin dhe të vinin në ndjeni. Çfarë thonë? Të gjitha këto problematikat që kishte si qark. Ne dim që kemi qark që janë problematike. Po flas për shitblerjen e votës, ë? Patjetër, po shitblerja e votës lidhet me disa element, nuk është. Po sot flitet në momentin që jemi flitet për këtë? Ka qark edhe tani o Ne kemi momente që ka SPAK-u është duke vepruar, ë? Ka disa, me aq sa un kam patur komunikim, është disa raste në të cilat ka zbarkuar në terren dhe është në kontakt. Efektin e ka dhënë, e kanë fjalën krahasuar me zgjedhjet e shkuara. Do duhet të presim, e gjithë ky momenti është zhvillohet pikërisht në këto ditë. Në arrestime, edhe në nisje procedimi. Ti po thon në parandalim. Apo në parandalim. Jo, në parandalim pra, në parandalim. Në kujdes për. Nëse nuk do të ketë problematika, do të thotë që ka bërë efekt. Nëse do të vijojmë të kemi problematika
si ato që pam ditën e djeshme, po ndoshta edhe më të rënda se ato që pam ditën e djeshme, apo edhe probleme që nuk shfaqen kurrë në televizion, po që ne të gjithë i diskutojmë në për kafene apo në për korridore. Në rastet të tjera ne kemi rastin e Spakut, pra të deputetit të Durrësit, kemi patur të faktuar edhe nga struktura e posaçme që ka patur ndërhyrje në zgjedhje. Po kjo ka ndodhur mbasi kanë përfunduar zgjedhjet. Kështu që ky test i Spakut në fakt është deri në datën 11 maj. Padyshim, patjetër që po bien dakord. A mendoj unë që është duke bërë një, po themi, një frenim? Unë besoj se po. Ashtu siç edhe pse me skepticizëm është hera parë, ne këtë gjë e patëm edhe me veprimin që Spak bëri ndaj zyrtarëve të lartë. E filloi me disa po themi personazhe të cilët nuk ishin aq shumë të rëndësishëm në syrin ton, pra ishin kryebashkiak që ishin më të larguar nga qendra, por e kemi parë të arrijë dhe të përmirësohet. Kështu që edhe nisja në këto zgjedhje është një lajm i mirë, sepse deri në zgjedhjet e kaluara ne i dinim që i kishim të gjitha këto problematika, janë edhe faktuar nga drejtësia. Patjetër. Denada, faleminderit shumë. Ardit, faleminderit. Faleminderit. Vetëm pak minuta publicitet, do të rikthehemi dhe do të flasim për situatën politike në Kosovë. Jemi rikthyer. Kryebashkiaku i Kievit, Vitali Klitschko, ka falenderuar kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, për mbështetjen e vazhdueshme që shteti i Kosovës i ka dhënë Ukrainës. Nga ana e tij, Abdigjiku i ka shprehur mirënjohjen Klitschkos dhe ka theksuar se Kosova, si një shtet që ka kaluar një periudhë të ngjashme sfidash, e sheh rëndësinë e një mbështetje për një vend të pavarur që po lufton për mbrojtjen e sovranitetit të tij. Abdigjiku gjithashtu ka kërkuar nga autoritetet ukrainase njohjen e pavarësisë së Kosovës. Ai tha se njohja e Kosovës nga Ukraina do të çononte një moment historik dhe do të forconte marrëdhëniet mes dy vendeve. Abdigjiku dhe Klitschko janë takuar në punimet e Kongresit të Partive Popullore Europiane që po mbahet në Spanjë. Mirë, mbi aktualitetin në Kosovë, mbi seancat konstituive të cilat dështojnë njëra pas tjetrës, por jo vetëm, me kënaqësi do të bashkëbisedoj me zotin Florent Zeqaj. Zoti Zeqaj, përshëndes, faleminderit që jemi ne. Kënaqësi. Kush në gjykimin tënd e ka krijuar këtë ngërç që po zjat, le themi, me javë të tëra në Kosovë? Pyetja është shumë e vend, fatkeqësisht po shohim një blokadë qëllimshme tash sa kohë, do të thotë, për zgjedhjen e mandatarit të kryetarit kuvendit. Thuhet se i pari çdo herë është ai i cili në farë forme e ka peshën e përgjegjësisë të krijimit të institucioneve të shtetit dhe me votbesimin që e ka marrë prej qytetarëve të Republikës së Kosovës si subjekti që ka dalë me numrin më të madh votave, është lëvizja vetëvendosje, dhe e kemi pjesën opozitare e cila në farë forme ka krijuar një blok, them kështu, karshi oponencës opozitare. E keqja filloi gjatë fushatës, po kjo nuk është ma kryesorja. Edhe pas mbylljes së votimeve, do të thotë dhe pak para se dalë rezultati prej KCZ-s, ne patëm një qëndrim dhe një deklarim shumë të rëndë zotit Kurti, i cili pas përfundimit të tatëve zgjedhore dul me një deklarim shumë të rëndë për oponencën opozitare, duke i quajtur me një term jo të hishëm për një politikan, i quajti hajvanat. Në farë forme ky mesazhi edhe thymja besoj unë si gazetar që një dhe kom përcjell një kohë gjatë politikën Kosovë dhe shëndërtimin e shtetit Kosovës, këtu ishte ai mesazhi kyç edhe mesazhi kryesor për opozitën me cilën zoti Kurti deklaroi që nuk don në farë forme bashkëpunim. Saga e kësaj drame që unë besoj është puro personale, për shkak se ti kur don një farë forme të gjesh kompromis, kur e din që nuk e ke kapacitetin ose kapitalin ndërtosh vetë institucionin e kuvendit, atër edhe qeverinë, atër duhet gjesh gjuhë komunikimit. Fatkeqësia është këtu se kjo ka dështu. Realisht nuk ka gjuhë sinqert komunikimit në spektrin politik, po flas opozit, ka shti interesit shtetit. Kosova, me 25 vjetë liri, edhe me 7 ndërtim të vetin, do të thotë është në rrethana shumë të vështira, për shkak se jemi në situatën ku para nesh, para shtetit Kosovës, janë obligimet edhe marrëveshjet karshi faktorit ndërkombëtar në raport me Serbinë.
Këtu është edhe ajo, ndoshta mund ta them kështu, ajo drama e spektrit politik në Kosovë, i opozicës dhe i pozicës, cilët një farë nuk po kanë guxim ta marrin në dorë fatin e përgjithësisë të rëndë që e kanë para vetes. Kur them përgjithësisë të rëndë, e kam fjalën për çështjen e statusit të asociacionit, për cilin ne tashmë e dim Kosova ka pranuar dhe është zotuar para faktorit ndërkombëtar që do ta jetësoj. Dhe pjesa tjetër është çështja e dialogut me Serbinë dhe çështja e pjesës veriore, do të thotë komunitetit serb i cili jeton në atë pjesë territorit të Kosovës. Ne kuptova. Lëvizja e vetëvendosje duket se po e shfrytëzon në maksimum këtë vakum kushtetues për të zgjatur seancat konstituive, duke sugjeruar të njëjtin emër për kryetaret e parlamentit. Përse në gjykimin tënd, zoti Seqja, çfarë do të arrijë me këtë shtyrje të njëpasnjëshme? Dhe nëse do të flasim për opozitën, si po e shfrytëzon ajo nga ana tjetër të gjithë këtë ngërc politik? Për çfarë do të nevojitet? Këtu tash subjekti politik do të thotë vetëvendosje ka arritur një farforme që ta kap një element shumë të rëndësishëm, po që është i dëmshëm për shtetin e Kosovës. Patjetër, e thatë. Do të thotë, po, zhagitja e këtij procesi edhe një farforme tendenca për të majtur peng i konvenon zotit Kurtit në dy verzione. E para, zoti Kurti, nëse i kujtohet shikuesve të juaj, po dhe shikuesve të Kosovës, do të thotë në zgjedhje ka kërkuar 500.000 vota. Këtë rezultat nuk e mori zoti Kurti. Dhe si duket, nëse zoti Kurti arri një farforme ta konstituaj kuvendin dhe ta nxjerr kandidatin për cilën edhe pse opozita ka me katët e veta, mund të flasim edhe për atë pjesë, po opozita një farforme, subjekti politik AK dhe PDK u deklaruan në rro kandidatin dhe i ke numraton. E vërtet. Mos e le zonin Haxhiu, për shkak se t'jemi të sinqert, zonja Haxhiu ka qenë me një fjalor dhe diskurs shumë të rënd ka shiu oponencës. Po, patjetër, prandaj edhe unë them, për çfarë do t'i shërbej ky ngërç që e ka kopsitur mirë, ka shfrytzuar këtë vakumin kushtetues dhe po mban peng gjithë klasën politike, po deri ku do të shkojë, çfarë do të arrijë? Kështu, zoti Kurti i ka dy plane, në bazë mendimit tim si gazetar e vlerësoj kështu. Ka qëllimin një farforme që të provokoj dhe të përdoj zgjedhje të jashtëzakonshme në muajin qershor ose në muajin korrik, ose të prolongoj dhe të zhagis sa të mundet procesin deri në zgjedhjet komunale, për shkak se ne jemi në vit zgjedhor edhe është goxha problematike kështu si situatë politike në Kosovë. Për shkak se varet çdo koalicion, nëse nuk arrin të ketë marrëveshje për zgjedhjen e presidentes të shtetit, se ju mirë e dini, do të thotë që në Kosovë, do më thonë, duhet të kesh votat, kur bësh qeverin, duhet të kesh votat kjo është presidente. Atëherë në prilin e vitit 2026 ne rrezikojmë të kemi prapë zgjedhje, për shkak mos unifikimit të subjekteve politike për të nxjerrë një emër. Tash kleçka ose rreziku që ka kriju opozita po flas, një farformë që unë besoj që ka rënë Kurtin e zotit Kurtit, për shkak se opozita, për mendimin tim, ishte dashur të jetë unifikume me datën e certifikimit të zgjedhjeve, ishte dashur deklarohet, ne nuk do të shkojmë me zotin Kurti në qeveri, do të krijojmë kuvendin, edhe tash ne dim se kushtetuesja ka parapaç që ka 15 dita fati i parit krijoj, mund tentoj të krijoj qeverin, po s'fat numër i kalon dytit. Këtë rast që i ka ra, do të thotë PDK-s, një farformë ose i bie PDK-s. Po edhe opozita është e përçame. Zoti Kurti ka arritur një farformë edhe të majtë peng krijimin e kuvendit Kosovës, po edhe ashtu një farformë ka arritur të përçaj opozitën, për shkak se ne kemi pasur një qendrim të zotit Limaj, i cili u shkput nga koalicioni me zotin Haradinaj, dhe u deklaru i gatshëm një farformë që t'i jap 3 deputet zotit Kurti, për një marrëveshje që ata e kanë diskutuar për çështjen e postit kryetarit të kuvendit, po zoti Kurti nuk ja postin e kryetarit të kuvendit. Zoti Seqaj, lutem vetëm një moment. Opozita nuk krijon qeveri për arsye se e ka përçar kryeministri Kurti apo për faktin se nuk do të mbajë përsipër sfidat e mëdha që ka Kosova në të ardhmen, asociacionin, procesi i dialogut edhe të tjera si këto. Opozita e ka frikën në kësaj pjese, për shkak se qoftë opozita, e kanë qartë një gjë. Në fatin 3 mujor duhet të japin jetësim
statusit të asociacionit. Për shkak se ne duhet të jetë një gjë e qartë. Kosova në aspektin e arenës ndërkombëtare kur s'ka qenë më ulët, kur s'ka qenë më e bllokuar, kur s'ka qenë më e penalizuar dhe e sankcionuar. Në gjëm Kosovën faktori ndërkombëtar e kalon harres. Do thotë u bën 2 muaj e kusur, edhe ne përveç një qëndrim që e ka pas ambasada e Gjermanisë dhe ambasada e Anglisë, një farforme ambasada kryesore që shteti i Kosovës, një farforme mishnisht dhe emocionalisht është i lidhur me të, për shkak edhe të rrethana shtërimit të shtetit të Kosovës. Është ambasada e Amerikës një farforme që nuk kemi hala një deklarim ose një cicerim prej asaj zyre që ka peshë dhe fuqi shumë të madhe. A duhet ta kemi me domosdo tashmë Kosova është e pavarur, është maturuar gjatë tyre viteve, mund të bëjë edhe vetë apo jo? Po sakt, po këtu është fatkeqësia e këtij leadershipi, pa dallim pozit Jo, opozit. këtu duk qartë që nuk ka pjekuri politike në fakt. Bravo. Domethënë këtu mungon kjo pjekuria politike dhe kjo që është ajo thënia mos duhet të vi prap një princ vit në thojza dhe të menaxhej shtetin. Dhe në këtë pikun do të thoja, ky mos reagim, a mund të kuptohet si një shuplak për klasën politike nga ana e Shtetet Bashkuara të Amerikës ndërkombëtarëve për t'i thënë që ja, ju nuk po bëni gjën e duhur? Për mendimin tim është më shumë se shuplak, edhe e ka pa, do të thotë, elita politike në Kosovë ka arrit ta kuptojë ose një farforme ka arrit ta shoh se nuk ka presion të faktorit ndërkombëtar, po unë besoj që shumë shpejt ky presion do të vi, jo për shkak të Kosovës, po për shkak të interesave gjeopolitikës që po zhvillohen krejt botën. Na po e shohim një botë të shturne, një botë ku rani ri botënor është ndryshu, edhe po e shohim një botë dhe një politikë të fuqive të mëdha, këtu po flas të Amerikës, Rusisë dhe të Kinës, karshi interesave gjeopolitike, edhe po shohim edhe popull dhe shtete më të fuqishme, të cilat përka numri banorëve, përka rëndësia, me krahasim me Kosovën janë shumë të vogla, që po dorëzohen karshi këtij planit kësaj gjeopolitike. Jo më kote njësa bisedën bashk me takimin e Abdigjikut me Klitschko, ishe shumë interesante. Abdigjiku i kërkon në një farë mënyrë njohjen e Kosovës, ndërkohë që Klitschko është në luftë për shkak të gjithë tyre faktorëve që ju përmendët në këto momente. Do thotë tash mirë ka bërë zoti Abdigjikut. Jo, patjetër, dua të them, është sinteza për të kuptuar rrethanat që ka bota, Ballkani Perëndimor dhe Kosova. Këtu prap është faji kësaj elite politike në Kosovë për shkak se, ndëgjom, kur unë kam deklaruar më herët që kam thënë që ka me ardhur një kohë, një momentum ku Kosova ka me u lënë harres për shkak se janë zhvillu konflikte më të ashpra dhe gjeopolitika më të rënda si çështja e Kosovës. Po me domosdo, do t'i kthehen prapë Kosovës për shkak se si territor Kosova në gjeopolitikën e ka rëndësinë e vet, sidomos te aleati amerikan. Po për mua çka është shqetësuese, ne patëm një qendrim sot të presidentit Vučić, i cili deklaroi se mbrana 2-3 ditë do të ketë 2 takime ose 3 takime me zotin Trump. Para disa ditë ne patëm për dytën herë një vizitë të djalit të presidentit Trump tek Vučići në zyrën e tij, ku ai kishte rezervuar një takim me ushqim të mirë e me muzikë. Ndërsa në aspektin e palës të Kosovës do thotë nuk kemi kësi kërkesave dhe kësi ftesave. Kjo është shqetësuese. Kjo është shqetësuese dhe kjo duhet një farforme të bie në një kokë këtyre liderëve të politikës, qoftë pozicës dhe të opozicës, që ta kenë synim dhe në plan të parë interesin e shtetit Kosovës për shkak se politikat e politikanë shkojnë e vinë. Interesi i shtetit Kosovës nuk mund të kapet kur dojnë ta. Interesi i shtetit Kosovës plus edhe diçka duhet thoja unë. Deputetët janë në rregull, rrogën e marrin në fund të muajit, për këta është gjithçka okej, le themi. Problemi është tek qytetarët edhe tek këto që sapo listuat, marrëdhënia edhe proceset integruese të Kosovës. Kosova është duke hupur shumë. Po. Realisht, ne jem dëshmitar. Ne kemi pasur 4 vjet qeverisjes zotit Kurti, edhe Kosova një farforme ka qenë dhe vazhdon të jetë izoluar ka shi faktorit. Për herë të parë Kosova ka sanksione, ka penalizime.
Mos të harrojmë Fatkeqësisht, që shpresojmë që të hiqen sa më shpejt. Zoti Zeqaj, më lejo, ndjes që ju ndërpres të përfitoj sa më shumë nga minutazhi, t'ju bëj edhe një pyetje të fundit. Nga do na vi zgjidhja, mbas kësaj indiference për të dhënë mësime për klasën politike, ndërkombëtarët do të reagojnë, do të bëhen bashkë opozitarët edhe do t'i drejtojnë gjykatës kushtetuese, do t'i thras mendjes vetvendosje, apo presidenca do të vendos kufirin tek thana, e themin e ndryshe, edhe do të ç'bëhet ky ngërsh politik? Janë shumë verzione, po e para që është se tash fati është ndur deputetëve. Edhe gjykata kushtetuese nuk ka çka të shtojë më shumë. Jo, dakord, prandaj thash, a do të bëhen bashkë opozitarët edhe do t'i drejtohen gjykatës kushtetuese? Po, sa unë kam informacione, është fillu një forme, një komunikim, na patëm edhe një deklaratë të një prindi, do të një deputetje të subjektit politik LDK, i cili është kontaktuar nga zoti Klau Konjufca, për t'i kërkuar votën e vajzës së tij për kuvendin edhe qeverinë e zotit Kurti. Unë besoj, shkurt për shikuesin, nëse ka vullnet politik zoti Kurti për gjetë aleanca dhe për gjetë vota për të nisë krijimin e institucioneve, i ka numrat zoti Kurti, po numrat i ka edhe opozita. Po këtu është kjo kleçka, do të thotë që këta nuk po e kanë vullnetin, edhe nuk po e shohin interesin e shtetit parë, po e shohin interesin personal. Pra dhe unë hodha disa teza në tryezë, duke përfshirë ndërkombëtarë, presidencën, gjykatën kushtetuese nëse ka një kërkesë ndaj saj, opozitarëve dhe vetvendosjes. Kush do e sjell në gjykimin tënd? A e ke një parashikim? Po, unë besoj që do të ketë ndërhyrje të faktorit fuqishëm ndërkombëtar, do të ketë ndërhyrje, do të ketë një farë forme një, si ta them kështu, një përplasje në atë kuptimin për të mirë të interesat të shtetit Kosovës. Nuk është e mirë kjo që çdo herë ne të kem dorë dikujt tjetër për të kriju institucionet e shtetit tonë. Është e turpshme ta them kështu publikisht, për shkak se elita politike në Kosovë duhet i thras mendjes dhe duhet ta shohë interesin e shtetit. Unë shoh dhe pres që zgjedhjet nuk janë zgjedhje, edhe po i dashur të ketë unifikim të spektrit politik, edhe shpresoj që kjo të ndodhë, bazë informacionet që kam është ka punuar në drejtim që mos shkohet ka zgjedhje të jashtëzakonshme, për shkak se sipas sondazheve që janë, rezultati do të jetë me i keq, do të jetë i njëjtë, i ngjashëm, subjekti politik vetvendosje ka me numër ramje diku 3-4%, do të thotë nga sondazhet që po dalin, nuk na nxjerr ndonjë rezultat tjetër. Prap do të kemi kësi ngarqeve politike, që për mendimin tim janë puro të qëlleshme, puro personale, që nuk i bajnë nder as politikës tyre, po mas pak të shtetit Kosovës. Zoti Zeqaj, faleminderit, kënaqësi bashkëdhënimi me ju. Ju uroj ditë të mbarë. Lutem me shumë respekt, gjithë të mirat, kënaqësi. Faleminderit. Vetëm pak minuta publicitet, do të rikthehemi. Jemi rikthyer. Autoriteti i prokurorisë në Suedi ka bërë të ditur se një 16 vjeçar është ndaluar me dyshimin se ka qelluar dhe vrarë 3 persona në qytetin e Uppsalës. Policia ndërkohë kishte konfirmuar më herët në një konferencë për shtyp se një person i ndaluar ishte i dyshuar për vrasje dhe ishte një nga disa persona që po merreshin në pyetje si pjesë e hetimeve. Megjithatë, nuk kishte dhënë detaje për moshën. Të shtënat ndodhen në një sallon flokësh në Uppsala, në një qytet universitar rreth 72 kilometra në veri të Stockholmit. Policia tha se ngjarja besohet të ketë qenë e izoluar dhe nuk ka lidhje me festimet vjetore të Valborgut që pritet të mbahen në qytet të mërkurën në mbrëmje, një festival suedes që shënon ardhjen e pranverës. Bullgaria do t'jetë vendi i parë në Europë që do të ketë një reaktor funksional të tipit AP1000, tha Ministri i Energjisë gjatë një forumi të organizuar në Sofje. Ai shtoi se vendi tashmë ka një vend të miratuar dhe një vlerësim të ndikimit mjedisor për projektin dhe aktualisht po punohet për financimin dhe koordinimin me Komisionin Evropian. Stankov raportoi gjithashtu se ka folur me sekretarin e energjisë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Chris Wright në lidhje me mundësitë e investimit në centralin bërthamor Kozluglu. Sipas Stankov, shteti bullgar duhet të shfrytëzojë mundësinë e ofruar me projekte të tilla
si njësit 7 dhe 8 të termocentralit bërthamor dhe ka deklaruar qartë se kompanitë bulgare duhet të marrin pjesë në projekt. Ai përshëndeti në nënshkrimin e memorandumeve të shumta, të cilat do t'u japin firmave bulgare mundësinë për të marrë pjesë në atë që ai e quajti projekti më i madh i kësaj dekade dhe ndoshta i asaj të ardhshme. Sipas ministrit të energjisë, njësitë e reja do të krijojnë kushte për kthimin e ekspertëve bulgar me përvojë ndërkombëtare. Në kulmin e saj, vendi do të punësojë rreth 10.000 njerëz, vurin në duke Stankov. Shërbimi i zjarrit dhe shpëtimit i Izraelit ka thënë se disa komunitete janë duke u evakuuar për shkak të përhapjes së zjarreve në të paktën 5 vende në kodrat e Jeruzalemit. Shërbimi për shpëtim tha se 63 ekipe, 11 aeroplan dhe 2 helikopter po përdoren në luftën kundër flakëve, të cilat po forcohen nga era e fortë. Ky shërbim ka zbatuar thirrjet e përgjithshme të pjesëtarëve në zonën e Jeruzalemit. Raportohet se zjarfiksit janë duke luftuar një zjarr të ri që shpërtheu afër qytetit Beit Shemesh dhe po mundohen që ta parandalojnë mbritjen e tij tek shtëpitë e banorëve. Zhvillimet në botë, 100 ditët e punës Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë do t'i komentoj me kënaqësi me Ledion Kristafin. Ledion, faleminderit. Flasim për Trump me gjitha bëmat, batutat, por edhe arritjet, këto 100 ditë në gjykimin tënd kanë qenë pozitive, negative, cilat janë sfidat me cilat është përballur, çfarë ka bërë ndoshta mirë që në momentin që flasim, pra për çfarë mund të flasim me siguri se ai ka vepruar ashtu siç duhet. Ka qenë 100 ditë që kanë pasur le të them shumë zhurmë, por ende pak rezultate. Sepse ato që Trump dëshiron të bëjë në praktik ka mbështetur duar më shumë kohë, 100 ditë janë shumë shpejt për të patur rezultatet, qoftë nga lufta tregtare, qoftë nga ndryshimet të mëdha që ai dëshiron të bëjë. Ka bërë ndryshime të mëdha mbi të gjitha në lidhje me çështjet gjinore, transgjinore, diversitetit, multikulturalizmit të Shtetit Bashkuara, pra ai ka tërhequr ose ka anulluar thjesht të gjitha programet e tilla që ishin vendosur gjatë 4 viteve të fundit të administratës Joe Biden, gjë që ka marrë duat orkide, duhet të thënë, nga ata që kanë votuar në radhë të parë, por shumë kriticizëm nga pjesa tjetër e amerikanëve që nuk e votuan, po dhe nga një pjesë e botës. Është futur një luftë tregtare e cila thash për momentin duhet parë në praktikë se si do funksionojë në muajt në vazhdim. Kërkon të bëjë disa gjëra që në një masë të madhe nuk janë në logjikën ekonomike, por duhet parë se do funksionojnë. 3 muajt e parë të vitit ekonomia amerikane kishte rënje me 0.3%, gjë që është një ndryshim shumë i madh në fakt sepse u mbyll viti i kaluar me rritje 2.4%, pra ka një rënje të konsiderueshme nga 2.4 rritje në 0.3 rënje. Gjithashtu rënje në bursë janë më të mëdha që nga vitet 70. Kështu që numrat për momentin thuash nuk tregojnë më të mirën në këtë rast, por Trump vazhdon të fajsojë Joe Bidenin për numrat. Dhe mendojnë që në muajt dhe në vitet, pak të në vitet në vazhdim, duhet të ndryshojnë këto numre që janë për momentin. Një sukses i madh i tij është fakti që janë ulur emigrantët e palishëm, sepse një nga arsyet pse Joe Biden humbi zgjedhjet ka qenë emigracioni palishëm, sidomos nga kufiri ugor, ku gati 7-8 milion emigrantë palishëm hyrën në 4 vite nga kufiri ugor. Me Trumpin ky numër ka rënë thuajse tërësisht, bëhet fjalë për disa qindra ose pak mijëra persona që kanë hyrë. Ka premtuar gjatë fushatës se do dëbonte nga Shtetet Bashkuara rreth pak të 10 milionë emigrantë palishëm. Deri tani në 100 ditë ka dëbuar 142.000 veta sipas shifrave zyrtare. Gjë që do të thotë se nëse vazhdon kështu deri në fund të vitit i bie të dëbojë rreth 400.000 veta maksimumi, pra do jetë shumë larg objektiva e tij për dëbimin e emigrantëve. Ka ndryshuar një mas të madhe një pjesë politikës botërore, pra ka acaruar le të themi aleatët mbi të gjitha, ka ndryshuar marrëdhëniet me kundërshtarët e Shtetit Bashkuar. Edhe besoj ka arritur në këtë pikë apo jo? Për të acaruar aleatët e ka arritur më mirë se ç'mendoi, pra ka përshtypjen që sidomos evropianët, po dhe kanadezët, meksikanët nuk e pristin një politikë të ngjashme nga ana e Donald Trump, kështu që është e vështirë thuash pozitive ose negative, janë shumë gjëra që kanë ndodhur gjatë këtyre 100 ditëve, pa diskutim krahasim me 100 ditën e parë të Joe Bidenit apo 100 ditën e parë të Donald Trumpit parë si president, kanë ndodhur shumë gjëra, shumë urdhra ekzekutiv të qeverisë, shumë ndryshime kanë ndodhur në 100 ditë, por rezultatet është ende herët për t'i parë. Pra për momentin thash numrat nuk duken mirë për Donald Trump. Do shta ndryshojnë në 100 ditën e ardhshme apo deri në fund të vitit, por për momentin nuk duket mirë numrat që vinë pak nga ekonomia, sepse amerikanët janë një popull që janë shumë pragmatik. Mund të bësh çuditëra si thua shumë drejtime, por nëse në fund të ditës nuk i del llogaria, nuk i del rroga për të blerë ushrime etj më radh, nuk të votojnë më. Pra është shumë e thjeshtë llogaria për popullin amerikan. Dhe nëse Donald Trump
Trump këto probleme me ekonominë që ka pas në 3 muajt e parë të vitit, i vazhdojnë gjatë të vitit ose pas 2 vjetësh, 3 vjetësh, do ketë shumë të vështirë minimumi të fitojë zgjedhjet e mes mandatit që janë pas 2 vitesh. E kuptova. Teksa ka bërë, le themin thojza Armiqi, apo i ka acaruar, shqetësuar pak lider të ndryshëm të botës, a ka bërë miq gjatë tyre 100 ditëve? Nëse ka bërë mik, ka bërë vetëm Vladimir Putin, i cili ka përshtypjen e priste një ndryshim të tillë në politikën amerikane, por ndoshta nuk e priste një ndryshim kaq të madh në politikën amerikane. Sjellja Donald Trump ndaj Rusisë dhe ndaj Putin ka shumë dyshime në përgjithësi. Unë mendoj që logjika që ai shkon është ideja që duhet ndarë Rusia nga Kina, por kjo është një logjikë shumë e thjeshtë, shumë sipërfaqësore, pra nuk funksionon kaq lehtë që unë po bëhem mik me Putinin dhe ai do heqë dorë nga Kina. Pra ai interesa shumë të mëdha ekonomike, energjetike, nafta, gaze të tjerë që nuk ndryshojnë kaq lehtë. Dhe Trump është duke parë në negociatë që është duke bërë me Putinin se sa e vështirë është të negociosh dhe të merresh me një person që ka 25 vite në pushtet dhe që njeh sidomos këtë çështje me detaje. Kështu që nëse ka thash një person që ka bërë mik dhe që ka qenë mik deri para 3 muajsh është pa dyshim Vladimir Putin. A lexon në deklaratat e Trump një lloj konstatimi se Putin po mundohet ta manipulojë, pra edhe ai vetë po e kupton që e ka futur në atë mekanizmin e tij edhe po e zgjat jo vetëm paqen në Ukrainë, por gjithashtu edhe proceset e rëndësishme midis 2 vendeve. Pra e ka konstatuar këtë Donald Trump tani, është në këtë gjendje? Unë mendoj që ka filluar ta kuptojë që po e manipulon Putin, dhe Putin sigurisht që është duke manipuluar për interesat e vet të Rusisë. Ndoshta edhe biseda me Zelenskin mund të kenë ndryshuar diçka në këndvështrimin e Trumpit, por janë vetëm të thuash momentet e para të kuptimi nga ana Donald Trump. Nuk ka ndryshuar në një gjë e madhe që në sjelljen e tij ndaj Putin. Ai vazhdon të kërkojë ose të presë shumë gjëra nga Putin në lidhje me Ukrainën, por mbi të gjitha në lidhje me marrëveshjet ekonomike, energjetike të tjera mes dy palëve, bashkëpunimin në zonën e Arktikut. Dhe Putin luan duke i dhënë aq sa për ta mbajtur si thua pas vetes. Pra më njëherë pas bisedës me Zelenskin lajmëroi një armpushim të njanshëm traditor për festat e majit, festën e çlirimit nga nazizmi. Ishte një mënyrë për ta joshur si thua Trumpin duke treguar që është duke bërë diçka nga ana e Putin. Gjithashtu edhe në takimet që bëhet mes 2 palëve, sidomos takimi i fundit që bërë me dërguarin amerikan Steve Witkoff, rusët po përpiqen të japin ose të fokusohen mbi të gjitha tek bashkëpunimi ekonomik, energjetik dhe në Arktik që do ndodhin mes të 2 palëve. Kjo bëhet sigurisht me qëllim për të joshur amerikanët, për t'i dhënë atyre atë që ata dëshirojnë, atë që Trump dëshiron në fundit, por historia ka treguar gjatë atyre 25 viteve të Putin ka treguar që skema të tilla nuk kanë funksionuar kurrë. Pra rusët e kanë provuar dhe herë të tjera që kanë munduar të joshin amerikanët me idenë që mund t'i fusin në tregun e tyre, sidomos energjetik, dhe kompanitë amerikane janë përpjekur ta bëjnë diçka të tillë, por në fund të ditës nuk kanë marrë asgjë, pra në fund të ditës. Dhe nga përshtypja që ndodhi njëjta gjë edhe në këtë pikë. Pra është një mënyrë, është një lloj karemi që po përdorin rusët në këtë pikë për të joshur amerikanën, për të dhënë marrëveshje bashkëpunime energjetike, sidomos në zonën e Arktikut që kanë një interes shumë të madh nga ana e Donald Trump, por në fund të ditës unë dyshoj se rusët do t'japin një gjë konkrete në këtë rast dhe me Trumpin apo me dërguarin e tij që është Steve Witkoff në lidhje me Ukrainën. Kështu që loja që është duke bërë Putin për momentin, mendoj që është një lojë më interesante dhe më fitimtare se ajo që është duke bërë Trump. Diçka që më ka ngelur shumë, më ka bërë shumë përshtypje në takimin e fundit që ka bërë i dërguari amerikan Steve Witkoff në Moskë me Putinin, ishte që në tavolinën të cilin po negocionin ishte vetëm Steve Witkoff, i vetëm me një përkthyese, i cili është një person që deri para 3 muajsh nuk ishte asnjë sekond përvojë në diplomaci. Pra është marrë tërë jetën me pronat patundshme, ka qenë shumë i suksesshëm, por jo në diplomaci. Dhe përballë tij ndodhe Vladimir Putin, që ka 25 vite në pushtet, dhe ndodhen edhe 2 këshilltarë të tij, Yuri Ushakov, i cili ka qenë ish drejtori i FSB-s, që është pasardhësi e KGB-s ruse, dhe Kirill Dimitriev gjithashtu me shumë përvojë. Pra kishte një disbalancë shumë të madhe. Pra po negocioi nga një person që nuk ka thash asnjë sekond përvojë në diplomaci me 3 persona që kanë vite në pushtet dhe kanë qenë thujse si 3. Çfarë na thot kjo? Kjo tregon një mungesë serioziteti kam përshtypjen nga ana e Shtetet Bashkuara dhe faktit që duket se Ukraina nuk është çështja kryesore në tavolinën e bisedimeve. Këtë e kemi thënë. Mua më bëri përshtypje kur para takimit para disa kohëve që Steve Witkoff bëri me Putin, ai bëri një intervistë me një gazetar shumë i njohur amerikan, Tucker Carlson, dhe gjatë intervistës, duke qenë se është ideja që ky është negociatori për Ukrainën, gjatë intervistës Steve Witkoff mbante mend vetëm Krimen.
katër rajonet e tjera për cilat po negociojnë në tavolinë nuk kujtonte fare se cilit ishin. I tha gazetari që ishin janë 3-4 rajonet e tjera ukrainase. Pra kjo tregon që për mua tregon një mungesë shumë të madhe serioziteti nga ana amerikane. Pra kanë çuar një person që sado i mirë të jetë në pasurinë e pajtundshme, nuk ka asnjë lloj eksperiencë në këtë pikë dhe nuk ka një është i vetëm përballë një grupi thash 3 rusëve në përballë në këtë moment që kanë shumë përvojë. Tani kujdese na futen në një hipotezë shumë interesante. Se kjo mund kthehet një alibi për Putin, thotë ai, ata nuk janë fare serioz në mënyrën se si negociojnë, prandaj edhe unë zgjas aq sa dua për të arritur qëllimet e mia. Tani jemi përballë kësaj, Shtetet e Bashkuara, Trump edhe përfaqësuesi i tij janë në nivel mediokër, paktën në këtë marrëveshje për Ukrainën, por edhe marrëdhënien e tyre. Nivel mediokër nuk më thosha, po ka një disbalancë shumë të madhe. Pra duhet që në anën përballë rusëve të ishte edhe një ekip, le të themi, me shumë përvojë, me njohuri të thellë të çështjeve. Nëse përballë tyre thashë që ishin rusët në këtë pikë. Unë mendoj që Putin kjo i shkon për mbar sigurisht, sepse do i kishte më të vështirë nëse kishte përballë një angazhim shumë të madh të një grupi amerikanësh me shumë përvojë në diplomaci, Amerika ka pasur ambasador shumë të mirë në Rusi që kanë përvojë të jashtëzakonshme diplomatike dhe mund të ishin angazhuar në diçka të tillë, pra nuk kishte nevojë të dërgosh një person që nuk ka asnjë përvojë diplomatike, është diçka tash që shkon për shtat rusë. Mos po e bëjnë kasirje, mos është strategji e gjitha kjo. Amerikanëve unë mendoj që sepse në fund e dim që 2 liderët do të vendosin. Sigurisht, por në fund marrëveshjen do firmosi Putin dhe Zelenski, por ajo që ka negociojnë Steve Witkoff thash i vetëm përballë 3 rusëve është thelbi i gjithë marrëveshjes. Pra në fund Zelenski thjesht do firmosi. Pra mund të ketë kritikat e veta, por në fund do firmosi. Pra thash nga ana amerikanëve kjo më tregon një mungesë serioziteti dhe një mungesë angazhimi. Pra supozoj që angazhimi ishte shumë i madh në këtë rast dhe ka një disbalancë shumë të madhe në tavolinë e negociatave. Ledion, është për të shqetësuar deklarata e kryeministrit të ri të Kanadas, i cili me këmbë të para në një farë mënyrë çoi mesazhe deri diku edhe agresive për Donald Trump. Shko, Kanadaja ka një vazhdimsi, Mark Carney ka një vazhdimsi nga muajt e mëparshëm të tij, sepse Kanadaja është, le të themi, kanadezët janë të zemëruar të inatosur me Donald Trump, në mënyrën se si është sjell. Dhe qëllimi Donald Trump është shumë i qartë, do ta detyroj Kanadan dhe kanadezët i të arrijnë në pikën ku t'i thonë Kongresit Amerikan që ne duam të bëhemi shteti 51 i Shtetet Bashkuara. Pra ky është qëllimi i sjelljes së Donald Trump. Nuk ka asnjë qëllim tregtar apo ekonomik lidhje me Kanadan, është thjesht të arrijnë në pikën ku të detyrohen kanadezët të jenë në gjendje aq të keqe si thuaç ekonomike dhe tregtare, se detyrohen të bëjnë pjesë e Shtetet Bashkuara. Ka gjithë të besim Donald Trump. Ti beson se do të ndodhë kështu? Unë mendoj që është e pamundur. Është thuajse e pamundur, sepse kemi thënë edhe tjetër që kushtetuta amerikane thotë që një popull duhet të kërkojë të bëhet pjesë e Shtetit Bashkuara, pra duhet që kanadezët të kërkojnë vetë, dhe nuk është kaq e lehtë të bësh një luftë tregtare me një shtet i cili furnizon Shtetet Bashkuara me një pjesë të naftës, të cilat përdorin Shtetet Bashkuara në industrinë e tyre. Pra nuk është thjesht një thuaç marrëdhënie vetëm e njëanshme nga ana e Shtetet Bashkuara. Edhe Kanadaja ka rolin e vet në tregtinë me amerikanë, pavarësisht se Amerika ka shumë rëndësi për Kanadan sa Kanadaja për amerikanët. Por fakti që dy shtete kaq të afta me njëri tjetrin dhe kaq miqësor të thuash me njëri tjetrin arrin në këtë pikë pikërisht për shkak të politika që krejtësisht pa logjikshme të Donald Trump, pra nuk ka nevojë që Kanadaja të jetë pjesë e Shtetit Bashkuar, sepse marrëdhëniet mes dy palëve deri para 4 muajsh kanë qenë marrëdhënie të tilla sa nuk ka nevojë fare të jetë pjesë e Shtetet Bashkuara, pra është një sjellje, thash, në këtë pikë është krejtësisht e palogjikshme. Dhe unë mendoj që është thuajse pamundur që Kanadaja të bëhet pjesë e Shtetet Bashkuara, thjesht do shtojë një armik ose një aleat të zemëruar më shumë në radhën e aleatëve të zemëruar Donald Trump. Çfarë po ndodh midis Indisë dhe Pakistanit? A kemi detaje të reja atje? U përfol shumë se 2 superfuqi po krijojnë një konflikt të stimuluar. Dhe këtu e kanë fjalën SBA, cila mbështet Indinë dhe Kina, Pakistanin. Ta shpjeguar, India dhe Pakistani kanë qenë bashkë pjesë e Perandorisë Britanike deri në 47-ën dhe u ndalën me njëra tjetrën. Pjesa muslimane u bë Pakistan, pjesa hindu u bë Indi. Nuk e di edhe sepse pakistanezët kanë një lloj ndjenje superioriteti kundrejt indianëve, po një lloj kanë qenë në Perandorinë Britanike, por nuk kanë pas asnjë lloj dyshimi në gjendjen e tyre, por thelbi i konfliktit mes palëve është një territor quhet Kashmir, i cili është ndarë midis një pjesë është indiane, një pjesë është pakistanez dhe të dyja palët kanë pretendimet e tyre për pjesën që nuk kanë marrë. Janë 2 fuqi bërthamore, po sidomos Pakistani është një shtet që unë mendoj është shtet shumë i paqëndrueshëm.
dhe kujtoj para disa vitesh ka qenë një intervistë të Barack Obamës, i cili tha që shqetësimi më i madh në lidhje me armën bërthamore, tha nuk është Korea e Veriut apo Irani, tha është Pakistani. Sepse Pakistani është shtet i krejtësisht paqëndrueshëm dhe nuk është çudi që armën bërthamore një ditë bien në dorë të grupeve terroriste në Pakistan. Por nuk ka për të ndodhur ose nuk ka mundësi të ndodhë një luftë bërthamore mes palëve, sepse që të dyja palët thanë që nuk do shkojmë në atë pikë, pra vetëm nëse ekzistenca e Pakistanit ose ekzistenca e Indisë do vijë në diskutim mund përdorej armën bërthamore, gjë që nuk ka për ndodhur, nuk do vijë në diskutim me ekzistenca asnjëres as tjetrës palë. Janë shumë afër luftës me njëra tjetrën, por kanë pasur përplasje ushtarake edhe në vitet e pashme dhe përgjithësi janë përplasje në vijën e kufirit mes palëve. Thjesht janë përplasje disa ditore, disa javore dhe nuk dyshon në një gjë pasitakosh. Këtë radhë nuk besoj se mund të dyshojnë në një gjë madhe, thash dhe gjatë radhë. Pakistanezët janë të bindur që India do i sulmojnë në orët dhe në ditët në vazhdim, por varet, besoj që asnjëherë prej palëve nuk ka qëllim të bëjnë një luftë të madhe për momentin. India është një shtet që është shumë i fuqishëm se Pakistani, pa diskutim. Thashë Pakistani është vend paqëndrueshëm ekonomikisht shumë i dobët se sa India dhe ushtarakisht shumë i dobët se sa India, kështu që asnjë palë për momentin nuk intereson të bëjë luftë në kuptimin e mirëfillt fjalës. Më shumë mundësi do keni përplasje ushtarake në vijën e kufirit mes palëve. E kuptova. Edion, faleminderit shumë. Kënaqësi gjithmonë. Gjithashtu. Mirë. Mos harroni, Barometri do të publikojë sot në Euronews Albania matjet e tretë për rezultatin e zgjedhjeve të 11 majit në kryeqytet. Sondazhi për Tiranën do të sjellë parashikimet për fituesin dhe ndarjen e 37 mandateve. Në këtë matje të Barometrit do të prezantohet vlerësimi i qytetarëve të qarkut Tiranë për liderët, politikanin më të përshtatshëm për kryeministër dhe partinë më të mirë për të qeverisur. Matjet e treta politike të sondazhit të realizuar nga kompania MRB, Data Centrum dhe Euronews Albania do të mund të ndiqni pra sot në Euronews Albania në premier në orën 20:30. Mirë, do të shkojmë me pamjet e drejt për drejta në një takim të radhës së kryeministrit Rama në rastin konkret në Kukës. E ndjekim disa momente. Kur tani kanë filluar dhe tuaj të zbulojnë malet e Shqipërisë, por momenti kur në male do të filloj edhe një zinxhir investimesh si ai që zhvillohet prej kohësh në Bregdet, aty do jetë momenti kur të ardhurat nga turizmi malor në Shqipëri do të kthehen në një burim shumë serioz për ekonominë tonë. Dhe një nga zonat që mbetet e gjitha për të vënë në funksion të kësaj është edhe zona e këtij qarku, ku ju e dini shumë mirë, prej vitesh ekziston problemi i titujve pronësisë. Dhe për këtë arsye shumë njerëz që duan të investojnë në agroturizma dhe agroturizmat që janë bërë sot e tregojnë shumë qartë se çfarë dobishmërie dhe kthimi kanë investimet në malet e Shqipërisë. Ata që kanë guxuar dhe që kanë investuar në agroturizma në zonat malore kanë bërë një investim fantastik për veten e vet, edhe patjetër që kanë ndihmuar dhe ekonominë lokale. Por duke qenë se në një pjesë të madhe këtu njerëzit nuk e kanë pranuar 7501-shin, por janë kthyer tek tokat e të parëve edhe faktikisht me përgjithsisht pa konflikte, kanë rënë dakord që këtu e kam unë, këtu e ke ti. Ne bëm ligjin 2020 për të lehtësuar proceset, por prap duke qenë se ligji 2020 kërkon që të gjithë kufitarët bien dakord e tjerë, kufitarët ca janë, ca s'janë, ca janë në Amerikë. Tani kemi kaluar parlament dhe do filloj të funksionojë mbas zgjedhjeve, sepse nuk mund të hynte në fuqi se kemi këto kufizimet e ligjit zgjedhor. Mbas zgjedhjeve do fillojmë të fusim në punë paketën e maleve. Paketa e maleve është shumë e thjeshtë dhe është në dispozicion të gjithë atyre që duan të investojnë në tokat e të parëve apo në toka ku bien dakord me pronarët për
turizëm dhe agroturizëm dhe patjetër edhe për blegtori, për agropërpunim, agrobiznes, duke bërë vetëm disa hapa shumë thjesht. E para, toka që është fakt, pra pronari faktik, por që nuk figuron në letra, shkon në bashki dhe depoziton kërkesën që t'i njihet kjo tokë si toka e ti, e të parve ti. Bashkia e përcjell në Këshillin Bashkiak dhe bën afishimin për 30 ditë të këtyre pretendentëve. Natyrisht, Bashkia ka gjithë instrumentat që bëj verifikimet me fshatin, me njerëzit aty etj, po toka është e këtij, s'kemi ne probleme. Në momentin që mbaron 30 ditëshi dhe personi ose personat rezultojnë që janë të pakontestuar, atëherë Këshilli Bashkiak ju jep atyre vendimin që mund të zhvillojnë një investim në tokën e tyre. Me atë vendim, ata bëjnë një projekt dhe në Ministrinë e Ekonomisë bëjnë një kontratë dhe tokën e marrin me 1 euro. E marrin me 1 euro me kontratë rregullt e investojnë. Në momentin kur mbaron investimi, marrin lejen për ta regjistruar një hipotekë si pronën e tyre. Dhe nëse ndodh që mbasi ata e kanë kryer investimin dhe e kanë regjistruar një hipotekë si pronën e tyre, del dikush, del një që thotë jo, po prit se jam unë, jam në te, ky personi që ankohet nuk ka më mundësi t'ju ndërhy këtyre në atë që kanë bërë, por shteti merr përsipër që atë ta gjykojë çështjen e tij dhe ta kompensojë diku tjetër. Pra është shumë e thjeshtë si procedurë.